Ministri News, përshëndetje. Vim që ndërëm së bashku për të përcjell informacionin e fundit për rreth 2 orë e 30 minuta, siç bëjmë nga ana të premte do të përcjellim edhe gjithçka do të ndodhë në kohë reale. Ka hyrë zyrtarisht në fuqi vendimi i qeverisë për shpalljen e situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve pas shtrëngtimit të çmimeve pas luftës në linjën e mesme. Vendimi është marrë me firmë të kryeministrit Edi Rama dhe kompanitë kanë afat deri më datë 24 mars që të dorëzojnë pranë ministrit përgjegjës për ekonominë përfaqësuesit e tyre në përbërje të këtij bordi. Burimet sqarojnë se bordi pritet të mblidhet brenda kësaj jave për të caktuar çmimet tavan për tregtimin e naftës. Prej 5 ditësh çmimi i naftës me pakic në vend nuk ka pësuar asnjë ndryshim pavarësisht luatjeve në bursën ndërkombëtare ndikuar nga konflikti në linjën e mesme. Kompanitë e karburanteve i kanë fiksuar çmimet në 214 lekë dhe 217 lekë që prej 19 marsit. Kryeministri Rama lajmëroi se akciza do të ulet me 20%, kur çmimi të ka përcejë mbi 220 lekë për litër. Rritja e çmimit të karburantit në Shqipëri ka shkaktuar shqetësim tek të gjithë drejtuesit e automjeteve. Më shqetësuese paraqitet situata për ata të transportit taksi, të cilët shprehen se kjo rritje ka bërë që nga dita në ditë të ketë më pak pasagjerë, pasi për shkak të rritjes së kostos është rritur edhe çmimi për transportin. Të shqetësuar pasi me këtë punë bajnë familjet, ata i druhen falimentit dhe shprehen se shteti duhet të kishte marrë masa në kohë për të parandaluar ose zbutur këtë rritje. Nga ana tjetër, të gjithë drejtuesit e automjeteve shprehen se çmimi i naftës tashmë 214 lekë për litër është absurd dhe i papërballueshëm, duke theksuar se shkaku kryesor është abuzimi për shkak të mungesës së kontrollit nga shteti shqiptar. Ata thonë se makinën e kanë një mjet domosdoshëm për të punuar dhe jetuar, e jo një mjet luksi, por tashmë do duhet ta lënë në shtëpi pasi nuk mund t'i përballojnë dot kostot aktuale. Sipas tyre, Shqipëria është i vetmi vend në rajon me çmim kaq të lartë të karburantit, duke kujtuar edhe një herë se vendet fqinje si Maqedonia e tregtojnë për pothuajse gjysmën e çmimit aktual në Shqipëri. Ata i bëjnë thirrje edhe një herë qeverisë të ndërhyjë, megjithse shprehen se askush nuk kujtohet për ta. Çfarë ka shkaktuar çmimi i lartë i karburantit tek shërbimi taksi? Do të lidhem menjëherë me zotin Xhevid Baraj, përfaqësues i sindikatës së taksive. Zoti Baraj, përshëndes. Faleminderit që gjete pak kohë për këtë komunikim. Çfarë ka ndodhur me rritjen e çmimit? Nëse çmimi do të qëndrojë në këto kuota apo do të rritet më shumë, çfarë keni bërë në plan që të ndërmerrni? Si do të veproni? Atëherë duke ju falendëruar për hapësirën që i bani sindikatës tonë përfaqësuese, për të sensibilizuar të situatë që është krijuar, nuk du me bë fajtor, por aktualisht e tilla është situata e dëmshme që do të thotë dëmtohen taksistët. Dhe qytetari që dëmon një shërbim taksi nuk dëmtohet sepse çmimet i vendos Këshilli Bashkiak, automatikisht dëmtohet vetëm taksisti që punon me këtë çmim. Po ta merrshim zotë gazetar, para datës 28 ka qenë 1770 vjetra për me që kështu jam brëmosit ush, kishim 175 lekë për kilovat, tash 175 lekë kilogramin, kurse sot e kemi 220, 2200, dhe thot 450 lekë për litër. Në këtë kuadër, 450 lekë për litër, sikur 10 litra t'i duhen një taksisti në ditë, në 4000 lekë më shumë në ditë, dhe bëjnë 120.000 lekë muajt i qëtë taksisti familjes. Dhe premtime ka pas ta është rimbursuar, as na kanë dhënë akcizë, as është heq akciza, thjesht premtime. Si do të veproni nëse nuk do të ketë reagim?
Ne kena bërë tentativat, kena takuar përgjegjësit kryesor që kanë për akcize, se siç e din më shumë se unë, më shumë se shumë tjerë se ma të punë merresh gazetar, që në naftë janë disa tarifa, disa tatime që e rëndojnë. Aksiza, TVSH-ja, ndotje karboni, një grumull i papar, sot qeveria greke rimbursoi taksistat. Kurse qeveria ime ka premtuar se do ta ul 20 lek, po kur ta ulje paleshje e thot, sot për sot nuk është të dhe në asë të shkoj kështu taksistat drejt Kryeministri Rama ka deklaruar se do ta ul me 20% aksizën. Është kjo e mjaftueshme për ju? Edhe sikur mos jemi mjaftueshme, është i parë premtimi, po s'është majtur akoma ajo. Me atë kemi në kuadrin e fjalëve, në kuadrin e shumë gjërave që premtojmë edhe asgjë s'bëjmë. Fakti, unë besoj se unë jam intervistuar ty edhe live atje në studion e Euronews dhe faleminderit që na hapni hapësirën, por ne nuk po gjejmë asnjë dërmën. Dje mersha 5, sot mor 7. Qartë. Mund më thoni, zoti Baraj, çfarë ka ndodhur? Është reduktuar shërbimi, çfarë ka ndodhur në terren? Mund na thoni me pak fjalë, ka më pak qytetarë që vinë në taksi sepse ka raste kur është rritur çmimi, çfarë ka ndodhur konkretisht? Nuk ka taksist, nuk vinë qytetarët më pak, se qytetari nuk paguajnë nuk ka taksist. Vetëm taksisti dëmtohet. Taksisti detyrohet dalë si ta bësh edhe 10.000 lekë, se me atë jeton, po paguhet dhe taksat. Zoti gazetar, me 1 prill deri me 15 ka 400-500.000 lekë në muaj, në 3 muaj vetëm sigurime shoqërore. 400.000 lekim është zhytur në mënyrë spektakolare. Dhe gjithë ato që bëjnë shërbim publik dhe nuk rimbursohen, qoftë edhe me shumë pak lekë, është shumë e dëmshme. Taksisti shkon më i dëmtuar. Çmimet sikur ta kenë dashamirësinë punojësit e bashkisë, ato të sektorit transportit, sikur ta kenë të gjithë mirësinë, do 6 muaj të implementohet. Nuk implementohet rritja e çmimit absolutisht, pastaj do ta ulin se ulet nafta. Kjo është vetëm rrugë ta rimbursojnë ose jo vetëm taksistë, por gjithë shkallës së Republikës t'ia ul një taks për këtë periudhë. Taksat se ul. Bordi sot është miratuar, zoti Baraj, duhet kesh besim. Po atjetër që besim kam, po shiko, besi beso, po funit dëmtohet, sot të shiku po folim, mund t'jenë 1500 taksinë që regullim që argjojnë më shumë se dje. Dhe këto argjime janë të taksistit, nuk janë qytetarit as shtetit, vetëm të taksistit. Dhe jemi 3600 taksi individuale që dëmtohen që janë me naftë, se gjithë individualit gati shumicë e madhe jemi me naftë. Vetëm kompanit kanë fuqi janë me korrent natin e ashtu, po kjo shto s'ka sos në gazetar. Faleminderit punë mbar. Faleminderit për hapësirën që i krijuat sindikatët soli. Ju jam i njoft. Faleminderit shumë. Vjoj më tej. Avokati i popullit ka monitoruar protestën e opozitës që u zhvillua të dielën në kryeqytet dhe ka dalë me një raport paraprak mbi zhvillimin e saj. Ekipi i këtij institucioni vizitoi spitalet dhe komisariatet për të intervistuar protestuesit e ndaluar dhe ata të lënduar. Nga të dhënat paraprake rezultohen se të paktën 12 persona të rritur janë ndaluar, ndërsa 4 të mjetur janë liruar pas marrjes në pyetje, thuhet në njoftim. Po ashtu në raportin e avokatit popullit thuhet se në spitalin e traumës një protestues raportoi se kishin përdorur dhunë nga ana e policisë për cilën tashmë ka nisur hetimi përkatës. Raporti i detajuar do të publikohet pasi të përfundojë hetimi administrativ. Avokati i popullit thekson se mbështet vetëm tubimet paqësore dhe u bën thirrje forcave të rendit të tregojnë vetëpërmbajtje dhe profesionalizëm pavarësisht situatës gjatë protestës. Ai gjithashtu nënvizon rëndësinë e transparencës për protokollet e përdorura nga policia, veçanërisht për përdorimin e gazit lotësiellës dhe mjeteve të tjera për shpërndarjen e turmave. Kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, deklaroi këtë të hënë në një konferencë për shtyp se Ervin Saliani nuk mund të kandidojë në zgjedhjet për drejtimin e Partisë Demokratike, duke cilësuar atë si të vetë përjashtuar. Berisha u shpreh se vendimi është i pandryshueshëm dhe lidhet me zgjedhjet e ish deputetit. Sipas tij, birësimi politik që ai pretendon se është bërë ndaj Salianit ka vulosur përfundimisht pozicionin e këtij fundit në raport me Partinë Demokratike. Berisha hodhi poshtë edhe pretendimet se mund të ketë frikë nga një përballje me Salianin në garë, duke theksuar se gjatë karrierës së tij
Ka pasur gjithmonë rival, por në këtë rast bëhet fjalë për një vendim personal të ish deputetit të PD-s. I vetë përjashtuari është i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Tani pse birsoi ky apo ai politikisht këtë apo atë, kjo nuk është puna ime, thot zoti Berisha. Birsimet kanë ndodhur dhe ndodhin në të gjitha kohrat. I gëzofshin ata që i birsojnë. Kaq është puna. I birsuan, iku mori fund. E gjeni vetë ju kush e ka bërë diçka të tillë, ka deklaruar përpara gazetarëve kreu i Partisë Demokratike, zoti Berisha. Ish deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Saliani, ka reaguar pas deklaratave të kryetarit të PD-s Sali Berisha gjatë konferencës për mediat. Në një postim në rrjetet sociale, Saliani kritikon Berishën duke theksuar se në mungesë të votos dhe garës reale brenda partisë, shpallet i vetë përjashtuar, dërsa kishte një kërkesë ndaj kreut të PD-s. Kam vetëm një kërkesë, garë të hapur dhe votë të lirë, shkruan Saliani. Ai nënvizon se Partia Demokratike nuk mund të funksionojë si një klub privat, por si një forcë politike që respekton rregullat dhe votën e antarëve. Në mungesë të votës shpiket etiketa, në mungesë të garës shpallesh i vetë përjashtuar. Sa më shumë flet për përjashtime, aq më e qartë bëhet frika nga gara. Partia Demokratike nuk është klub privat ku hyrjet dhe daljet vendosen sipas humorit të një njeriu, por një forcë politike që duhet të funksionojë me rregulla dhe me votën e antarëve të saj. Ironike që ky që flet për demokraci është i pari që i trembet asaj. Unë nuk kam nevojë për bekime as për leje, kam vetëm një kërkesë, garë të hapur dhe votë të lirë. Pjesa tjetër është zhurmë për të mbuluar frikën, shkruan më tej Ervin Saliani. Ambasada Gjermane ka reaguar pas protestës së djeshme në cilën u shënuan episode dhune. Në një reagim zyrtar, Ambasada Gjermane dënon aktet e dhunës ndaj personave dhe objekteve dhe i cilëson ato të papranueshme. Ambasada Gjermane dënon dhunën e papranueshme në kuadër të demonstratave të djeshme. Protestat politike dhe drejta për demonstruar janë të drejta themelore në çdo shoqëri demokratike, thuhet në reagim, por ato nuk mund të përligjin asnjëherë dhunën ndaj personave apo objekteve. Ne kërkojmë prej përfaqësuesve të partive politike përgjegjëse të distancohen në mënyrë të pa ekuivoke nga dhuna, theksohet në reagimin e ambasadës gjermane. Ka ndëruar jetë edhe dyshuara e vrasjes me armëzjarit të 45 vjeçarit Ilaz Brahimi dhe nuses së xhaxhait të saj Miradije Gashi. 30 vjeçari Ardita Gashi, pasi vrau 45 vjeçarin dhe nusen e xhaxhait, qëlloi me armë dhe veten ku prej mbrëmjes së djeshme ndodhej në spital, ndërsa sot ka ndëruar jetë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pra një natë më parë në Podujev, me pasojë 2 viktima dhe një të plagosur i cili ka humbur jetën ditën e sotme. Motivet e ngjarjes së rëndë ende nuk janë zbardhur, ndërsa paraprakisht dyshohet se autoria ka pasur një lidhje dashurie me 45 vjeçarin që mbeti i vdekur. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj ngjarje të rëndë të ndodhur në Podujev, do të lidhem me zonjën Atifete Sula, psikologe. Zonja Sula, të përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi. Lutem paraprakisht doja të dija çfarë ke arritur që të mësosh mbi këtë ngjarje të rëndë. Cilat kanë qenë motivet që e kanë shtyrë 30 vjeçaren që të vras 2 persona edhe më tej të kryej edhe aktin fatal ndaj vetes, përpara se të flasim për këtë fenomen i cili në shoqërinë shqiptare duket se përsëritet. Ngjarjet eksakte akoma detajet nuk e dim, por më duket se ka pas me u sqaru një problem ose një konflikt që kam pas. Patjetër që kjo është një gjendje konfliktuoze ku edhe ka qute te ky rast i rënd. Unë mendoj në aspektin psikologjik një individ çfarëdo konflikti dhe çfarëdo probleme që të ketë nuk e zgjidh në këtë mënyrë. Prandaj jo vetëm ky rast, por neve kemi pas raste të ditët e fundit
mjaft rrëditëse përveç tira. Ju mendoj si është kthy në fenomen kjo dhuna dhe mënyra se si po reagon shoqënia jonë. Patjetër mendoj që një ndër faktorët padyshim është edhe qasja e lehtë në armë, këto nuk e diskutojmë, po përveç faktorit tranzicionit i cili akoma ka zgjat shumë në vendin tonë, kemi faktorin luftë, pastaj Covidi mos ta na shkalojmë për shkak se ka asociu me gjendjen e luftës. Gjithashtu mendoj është edhe një faktor tjetër. Përveç kësaj janë edhe këtu ngjarje globale që po ndodhin, që po ndjellin frikë dhe vërtet gjitha këto e kanë ndikuar se kanë dëmtu ose akoma më rënd gjendjen tonë emocionale së shëndetit mendoj i cili në vazhdimsi ka qenë fragjil edhe shumë i ndjeshëm. Mos harrojmë, neve jemi një popull i cili mbas gjithë këtyre gjërave që kanë ndodhur dhe përvoja nuk është ofruar trajtim. Neve akoma nuk e dim sa kemi individ me probleme të shëndetit mendor e të cilët kanë kalu luftën ose ata të cilët jenë rrit në familje nga familje të cilët kanë kaluar luftën. Prandaj problemi është më i thellë, jo vetëm si ngjarje si një ngjarje e vetme, po problemi është mënyra se si neve po reagojmë, mënyra se si reagojmë vetëm në komunikacion. Ju mund ta shihni se nuk kemi një stabilitet emocional dhe aty ajo shpërfaq një gjendje jo stabile të shëndetit mendor. Prandaj në çdo fushë, edhe në debate, edhe te faktori politik, neve shohim vërtet si jemi një shoqëni me probleme shumë të mëdha. Mendoj si nuk ka një dallim shumë të madh as vend as Shqipëria. Prandaj unë mendoj që të dyja vendet nuk kanë pas strategji ose nuk kanë investu në shëndetin mendor edhe në vendësimin e popullatës për kujdesin ose edhe për ofrimin e shërbimeve. Në Kosovë, nuk e di në Shqipëri, akoma ekziston stigma për vizitën e psikolog apo psikiatri. E unë jam e bindur si neve kemi shifër alarmante të njerëz qytetarëve që vuajnë nga këto probleme madhore të shëndetit. Qartë. Zonja Zyla, doja dy pyesja si psikologe, një analizë të shkurtër, cilat janë rrethanat, kushtet që një individ e çojnë në veprimet të tilla? Patjetër, po një individ sado që të përjetojë ngjarje të rënda ose çfarë do të qoftë, nëse ka një stabilitet ose një gjendje stabile të shëndetit mendor, nuk do ta çojë në këto veprime. Unë mendoj si ajo vajzë paraprakisht nuk ka pas një stabilitet emocionale dhe ndoshta ka pas probleme, është shumë e mundur probleme të patrajtuara të shëndetit mendor, por ndryshe nuk mendoj si një individ sado që në afekt, në çfarë do situate nuk do të vepronte në këtë mënyrë. Prandaj mendoj edhe për mua shumë më e thellë problemi që neve kemi si shoqëni e që neve nuk e dim çfarë numri është shoqëria jonë, çfarë numri alarmant është lidhur me problemet e shëndetit mendor. Sepse vetëm kur po ndodhin rastet, neve po na shpërfaqin probleme të tilla. Ju nuk e di a i keni përcjell, po neve kemi ngjarje të tmerrshme edhe para 2 ditë ose edhe një javë në fundit. Prandaj po them që nuk është një rast i izoluar këto që po ndodhin, ky rasti në Polujev, po ka raste të njëjtshme që po ndodhin në vendin tonë. Si pasojë bazike është shëndeti mendor, për shkak se këto vinë si problem i mos menaxhimit të duhur të emocioneve dhe gjendjeve të rënda emocionale. Një individ me një pjekuri emocionale, në çfarë situate nuk të arrijë deri në këtë pikë. Prandaj po them, mendoj si këto situata, edhe nëse nuk është aq e rëndë një situatë, një individ që nuk është stabil në aspektin emocional, nuk ka kontroll mbi emocionet, mund të veprojë në mënyrë të tmerrshme. Prandaj neve duhet të kemi kujdes edhe kur
në çfarë do komunikimi kur kemi edhe në qytet, me çfarë individ kemi të bëjmë, sepse neve nuk e dim reagimet e tjetrit për shkak të tyre problemeve të akumulume që nuk trajtohen edhe nuk jemi në dieni vërtet me çfarë përmasa të mëdha po përballet shoqëria jonë lidhur me shëndetin mendor. Zonja Sylla, faleminderit për këtë komunikim të shkurtër, për mesazhet e drejtpërdrejta që dhe, në fakt. Faleminderit. Faleminderit. Do të vijmë te italianët të dielën nisën votimin në referendumin dyditor për reforma që kryeministria Giorgia Meloni thotë se do të bëjnë sistemin e drejtësisë më të pavarur, por kritikët argumentojnë krejtësisht të kundërtën. Ky votim rrezikon të shndrohet në referendum për vetë udhëheqësen e ekstremit të djathtë para zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen vitin e ardhshëm. Qeveria e krahut të djathtë e Meloni dëshiron ta ndryshojë kushtetutën e Italisë për të ndarë rolin e gjykatësve dhe prokurorëve dhe për të reformuar trupin mbikëqyrës së tyre. Ajo thotë se plani është i domosdoshëm për të garantuar paanshmërinë dhe për të përmirësuar funksionimin e sistemit të drejtësisë në Itali, i cili po përballet me probleme. Do ta bëj atë më modern, më meritokratik, më autonom, më të përgjegjshëm dhe mbi të gjitha të lirë nga kufizimet politike, tha Meloni në një video të publikuar këtë javë. Por kritikët e dënojnë atë si kapje e pushtetit nga politika që nuk adreson sfidat reale nga gjyqet që zgjasin vite të tëra deri tek mbi popullimi i burgjeve. Lidhen me avokat Darian Levanin për të kuptuar diçka më shumë mbi këtë referendum të ndërmarrë nga kryeministria Giorgia Meloni. Darian, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të njëjtat problematika si në Shqipëri, procese gjyqësore që zgjaten me vite tëra dhe mbi ngopje e sistemit paraburgimit. Ndoshta për këtë arsye ka ndërmarrë referendum Meloni, ama duket se është kritikuar fort, është kritikuar fort, madje është aluduar se do që të kap drejtësinë për arsyet pushtetit. Në gjykimin tënd, si njeri i ligjit, si avokat, për çfarë shërben ky referendum? Atë shiko, çështja shumë e ndërlikuar, por mendoj se mund të nisemi duke dhënë një të dhënë zyrtare para pak minutash kanë ndërritur të dhënat përfundimtare dhe referendumi nuk është aprovuar. Pra me rreth 54% ka fituar jo. Pra propozimi është hedhur poshtë, nuk do ketë ndonjë ndryshim në ligjin italian për sa i përket këtij referendumi. Është një humbje e madhe për qeverinë që kishte investuar. Për të kaluar të aspekte teknike, kjo ishte një çështje. Ja, meqense ju referove të dhënave, exit polli është no, jo 53%, po 47 deri në 51%. Megjithatë, ja vlen avokat që të bëjmë një analizë cilat ishin syllimet e kryeministres Meloni, duke qenë se le themi në të njëjtat zhvillime jemi edhe në Shqipëri. Ka debat madh përsa i përket ndërhyrjes majorancës në drejtësi, duke reformuar atë, siç thash, paraburgimi edhe proceset gjyqësore, problem më vete. Po natyrisht, atë shikoj, mendoj që qeveria kishte një synim, po themi të dyfish. Synimi i parë ishte politik. Ne jemi në vitin e fundit para zgjedhjeve, e djatha ka fituar zgjedhje duke premtuar disa reforma konstitucionale të rëndësishme, siç është autonomia e krahinave, siç janë disa ndryshime në premierato që quhen dhe fundit reforma e drejtësisë. Të dy reformat e para për një arsye për një tjetër nuk kanë ecur para dhe reforma vetme që ngele ishte kjo e drejtësisë, e cila u bë shumë e rëndësishme sepse politikisht duhej thoshte dhe mund thoshte Meloni pas një viti që shikoni, unë kam arritur të ndroj kushtetutën dhe të bëj një drejtësi më të drejtë. Kjo ishte arsyeja dhemi politike. Ka dhe arsye teknike dhe është fakti që u bë ndoshta disa dekada që nga fundi viteve 80 që ekziston një betejë nënveshme midis politikës dhe magjistraturës, pra midis qeverisë dhe prokurorëve. Ne kemi parë hetimet kanë çuar në rënien e disa qeverive italiane. Kjo pastaj secili mund ta interpretojë në një mënyrë apo në një tjetër, por qeveria interpreton në mënyrën që
prokurorët, gjykatësit nuk na lënë që të punojmë, ne bëjmë gjëra dhe ata na dalin kundër dhe kemi një shembull edhe te kampi i përqendrimit, po e quajmë në Gjadër, në Lezhë, i cili sot nuk funksionon tamam sepse disa gjykatës italian kanë vendosur që shkel të drejtat e njeriut, dhe ky ishte rasti i mirë për qeverinë që ta reformonte drejtësinë. Pastaj, duke qenë një çështje teknike shumë e ndërlikuar, ka të bëjë më shumë me karrierën e prokurorëve, me karrierën e gjykatësve dhe nuk prek asnjë nga problemet e vërtet që ka drejtësia italiane, pra vonesë në gjyqe, një mbi popullim në burgje që vetëm vazhdon edhe përkeqësohet një numër funksionarësh, pra i pamjaftueshëm për të përgatitur dhe për të çuar para proceset. Këto janë problemet e vërteta. Duke qenë se për zgjidhur këto probleme është e nevojshme që të investohet, sepse banalisht një gjyq kushton shumë dhe për ta përmirësuar duhet investosh me miliarda euro, atëherë është preferuar që të bëj një reformë e cila ndryshon, do kishte ndryshuar sikur të kalonte disa aspekte formale, por vështirë se do kishte ndryshuar drejtësinë italiane. Qartë. Avokat, e heq mbi supe në përditshmëri, duke qenë se je gjatë gjithë kohës pjesë e sistemit drejtësisë. Pyetja ime është kjo, që ndoshta na jep ndonjë zgjidhje edhe për këtu në Shqipëri. Si mund ta eliminojmë këtë problematikën e, le themi, dyndjes në paraburgim, numrit të lartë të paraburgosurve? Në Itali, për shembull, pse keni arritur në këtë pikë? Shiko, në Itali ka një problem, po themi, teknik. Konsiderohet në paraburgim të gjithë ata që nuk janë dënuar deri në shkallë të tretë. Që do thotë, unë dënohem në shkallë të parë. Gjykata apelit konfirmon dënimin, mund kalojnë 3 vite, 5 vite, 6 vite në këtë mes dhe konsiderohet gjithmonë në paraburgim sepse dënimi nuk është bërë përfundimtar apo definitiv. Pra në fakt në Itali ka të bëjë me një loj, po themi, statistikash. Ajo që është e qartë, është që ka një pjesë të prokurorëve dhe të gjykatëve, kjo si në Itali, si në Shqipëri, të cilët e konsiderojnë paraburgimin edhe si një mënyrë për të bërë që i akuzuari apo i arrestuari të flasi, të shpreh, të tregoj, po themi gjërat që ka bërë. Ma strënguse. Ndoshta edhe si një formë, tamam për të lejuar, për të lehtësuar, po themi, punën e prokurorisë. Por nuk është ky funksioni i paraburgimit dhe nuk duhet jetë ky. Sa për zgjedhje, mendoj se ne duhet synojmë që të kemi prokurorë gjithmonë më të përgatitur që ta kuptojnë që ti mund fitosh për momentin sepse merr një paraburgim, merr edhe një rrëfim, por si përfundim kur të lajnë hesapet është bota e drejtësisë ajo që humbet. Qartë. Avokat, përshëndes edhe falenderoj që je pothuajse gjithmonë disponibël për komunikuar njëri njës. Faleminderit për ftesën, punë të mbarë. Punë të mbarë gjithashtu. Do të vijmë më tej. Socialistët dhe aleatët e tyre kanë ruajtur kontrollin në qytetet më të mëdha të Francës, përfshirë Parisin, Marseillën, Lyonin dhe Lilën, në një raund vendimtar zgjedhjesh lokale që shihet si një provë e rëndësishme për zgjedhjet presidenciale të ardhshme. Në kryeqytet, Emmanuel Grégoire u zgjodh kryetari i ri i Bashkisë së Parisit, duke pasuar Anne Hidalgo, e cila nuk kandidoi për një mandat të tretë. Fitoria e tij konfirmon Parisin si një bastion të fortë të së majtës. Rezultatet treguan gjithashtu një prirje të qartë në qytetet ku socialistët shmangën bashkëpunimin me partinë e ekstremit të majtë. Ata siguruan fitore më të lehta, ndërsa në disa zona ku krijuan aleanca me LFI-n, rezultatet ishin krejtësisht zhgënjyese. Lidhem me Sabin Kaplanin, avokat, për të kuptuar se çfarë po ndodh në Francë në këtë proces zgjedhor. Avokat Kaplanit, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zgjedhje lokale në disa prej qyteteve më të rëndësishme të Francës. Thuhet se është forcuar e majta ekstreme, ma konfirmon diçka të tillë?
Po, patjetër, Franca votoi ditën e djeshme në raundin e dytë, siç e dini, Franca ka 2 raunde. Raundi i parë është mbajtur para një jave të dielën dhe dje ishte raundi i dytë ku garuan forcat kryesore që drejtojnë në Francë. Janë ekstremi i djathtë partia Rassemblement National që drejtohet nga Marine Le Pen dhe Jordan Bardella, partia socialiste gjithashtu, partia në pushtet e Emmanuel Macron që është partia Renaissance, Rilindja, dhe partitë të tjera. Partitë e majta, Partia Socialiste ka dominuar këto zgjedhje, gjithsesi paradoksalisht të gjitha partitë kanë thënë që kanë fituar në këto zgjedhje, edhe pse Partia Socialiste ka fituar Parisin, ka fituar Marseille-n, Lyonin, cili është qyteti i tretë më i madh në Francë, edhe Lille-n. Por partia në pushtet gjithashtu ka fituar në Bordeaux, ka marrë gjithashtu një nga surprizat e këtyre zgjedhjeve ka qenë edhe qyteti i Nicës, i fituar nga ekstremi i djathtë. Ndaj do të thoja sigurisht sipas numrave Partia Socialiste dhe e majta ka fituar pjesën më të madhe, por edhe partitë e tjera kanë arritur të mbajnë bastionet e tyre, por edhe të kapërcejnë këtë duke marrë dhe bastionet të partive të tjera. Qartë. Avokat, një pyetje tjetër, pse shoqëria franceze po shkon drejt ekstremit të djathtë? E majta ekstreme, drejt të majtës. Duhet të thënë që zgjedhjet në Francë ka një hierarki zgjedhjesh. Zgjedhjet më të rëndësishme janë zgjedhjet presidenciale. Francezët votojnë një herë në 5 vjet për zgjedhjet presidenciale dhe këto janë zgjedhjet më të pritshme. Së dyti votohet për zgjedhjet parlamentare dhe në rangun e tretë vinë lokalet. Këto zgjedhje ishin një okazion për partitë politike, të cilat mendojnë dhe janë duke projektuar për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe konteksti gjeopolitik aktualisht dhe emigrimi i tepërt në Francë bën që ekstremet të fitojnë, të arrijnë të depërtojnë dhe të fitojnë më shumë elektorat. Ndër vite tashmë ekstremi i djathtë Rassemblement National i drejtuar nga Marine Le Pen po bën një punë të shkëlqyer në terren, janë duke fituar municipalitete, komuna të vogla, bashki dhe siç e thash, fitimi i bashkisë së Nicës është një arritje tepër e madhe, është një zonë, është riviera franceze, aty ku përthithen investimet më të mëdha, qoftë edhe nga jashtë, qoftë edhe nga shteti francez dhe këto janë arritje të mëdha. Ka pasur një luftë të fortë gjithashtu edhe në Marseille. Në Marseille sigurisht ka fituar e majta, por e djatha ekstreme ka qenë shumë afër për ta fituar këtë bashki. Kështu që është një kontekst gjeopolitik, është emigracioni, janë kontekstit social. Franca është një miks aktualisht midis këtyre faktorëve të ndryshëm. Qartë. Faleminderit shumë, avokat Kaplani. Faleminderit juve. Astroturizmi ka qenë ndër trendet më të mëdha të udhëtimit të 5 viteve të fundit dhe nuk tregon shenja ngadalësimi, veçanërisht me një eklips diellor në horizont më vonë gjatë këtij viti, ndërsa eklipsi total diellor i vitit 2026 më 12 gusht do të jetë mjaft i veçantë, si i pari dhe i vetmi që do të jetë i dukshëm në Island në shekullin e 21. Ndjekësit e eklipsit prej kohësh tashmë po shohin përpara drejt vitit të ardhshëm. Kjo sepse më 2 gusht 2027 do të ndodhë eklipsi i shekullit, i njohur edhe si eklipsi më i gjatë total diellor në tokë, lehtësisht i arritshëm. Qytetet kryesore në rrugët e eklipsit përfshin Cadizin dhe Malagën në Spanjë, Tanxhenin në Marok dhe Gjedën e Mekës në Arabinë Saudite. Luksori në Egjipt pritet të jetë ndër destinacionet më të njohura për të parë eklipsin, pasi kohëzgjatja maksimale e eklipsit, që është 6 minuta e 23 sekonda, do të ndodhë vetëm 60 kilometra në juglindje të qytetit. Shkencëtarët janë në gjendje të parashikojnë gjithashtu datën dhe kohën si edhe kohëzgjatjen të eklipseve mira vjet në të ardhme dhe të dinë se kur ka ndodhur ato në të kaluarën, duke parë orbitën e hënës, diellit, por gjithashtu edhe tokës. Shkëputemi për fare pak, rikthehemi edhe flasim për aktualitetin politik. 15 persona janë arrestuar nga policia, ndërsa 9 të tjerë janë në hetim në gjendje të lirë për protestën e opozitës. 6 punonjës të policisë mbeten të dëmtuar gjatë tubimit të mbrëmjes së djeshme. Policia e Tiranës ka arrestuar 15 protestues për hedhje të molotovëve dhe kundërshtime goditje të punonjësve të policisë.
Në reagimin zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës, bëhet me dije se janë proceduar në gjendje të lirë 9 persona, 5 prej tyre të mitur. Nën hetim është vënë edhe deputeti i Partisë Demokratike, Kleviz Balliu, për veprat penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme dhe shtyrja e të miturit në krim. 6 punonjës të policisë mbeten të dëmtuar gjatë tubimit, të cilët morën mjekim në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Në bilancin e dëmeve, policia njofton se janë shkaktuar dëmtime në disa godina të institucioneve ku u hodhën lëndë djegëse, janë djegur disa kosha mbeturinash, si dhe është djegur një automjet policie. Grupi hetimor vijon punën për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë kryer veprime të kundërligjshme gjatë tubimit të zhvilluar të dielën. Rikthehemi në studio, me kënaqësi do të bashkëbledoj në vijim aksionin opozitar por jo vetëm me zotin Aleksandër Biberaj, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Biberaj, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Një ditë pas protestës së Partisë Demokratike, e disata në radhë në fakt, nuk munguan edhe dje incidentet me zotin Berisha, por gjithashtu edhe me efektivët e policisë. Një koment lidhje me të? Protesta ishte në vazhdim në protesta kombëtare që ne po organizojmë, është protesta e gjatë, edhe e gjashtë në radhë. Natyrisht që në mënyrë pjesore do thosha janë arritur objektivat, por mendoj që protestat do shkojnë në rritje, në mënyrë që të kemi edhe një objektiv final, pra që është edhe rrëzimi i qeverisë. Natyrisht që qenia në opozit është një nocion dhe një moment ose një gjendje e vështirë për gjithë opozitarët, sepse u bën 14 vite, njerëzit lodhën, një pjesë kanë ikur jashtë, mungon ekonomia, sepse i pjesë janë pa punë, i pjesë janë pa strehim, pra nuk kanë mbështetje ekonomike, s'kemi as një përfaqësues as qeverisë vendore, as qeverisë qendrore, kështu që ne i dim të vështirësi. Gjithsesi ka pasur pjesëmarrje, ka pasur qytetarë të cilët absolutisht duan falendëruar që vinë për protestat tona. Qartë. Kemi parë edhe më herët në fakt Molotov, fishek zjarre përpara kryeministrisë, ai në fakt duket momenti më i bukur i protestave të Partisë Demokratike. Protesta dojë çik adrenalin, dojë çik zjarr, se kështu me tollumbace, pa të bërë, po ju kujtoni 10 protesta me lulëzim bashkë me tollumbace të bardha me kështu me buqeta me lule, nuk funksionon, i ka baston edhe lulëzimi, si nuk gëzohet Edi Rama me mënyra të tilla. Mirë, në këtë formë. Edhe kështu nuk gëzohet, por unë jam i bindur që protestat do të rrisin, si tush, intensitetin e tyre dhe forcën goditëse. Sepse për këtë punë bëhen protesta. Me akte dhune? Jo dhunë, protesta paqësore, por ke parasysh që përballë ke një shtet komplet të inkriminuar, ke bandit, ke kriminal, ke narkotrafikant, kështu që në proporcion me këtë që ka ndodhur në Shqipëri, se nuk ke më shtet ligjor, nuk ke më shtet të së drejtës, të gjitha pushtetet i ka Edi Rama. Inkrimini është nivele maksimale, unë mendoj që edhe reagimi i popullit opozitar duhet të jetë në proporcion me këtë që ka ndodhur në Shqipëri. Pra nuk është se ti ke një model qeverisës që ka problemet e veta si çdo qeverisë në botë, por ti ke kriminalet në drejtim të vendit. Kriminalet drejtojnë gjithë institucionet. Gjysma e qeverisë grupit parlamentar në Burg, gjysma kryetarët bashkive, kështu që duke pas parasysh të situatën, mendoj që reagimi i opozitës duhet të jetë edhe më i ashpër. Pasi lloj diskutimi drejt asaj do shkohet. E drejta opozitës që të protestojë me patjetër. Po pyetja ime është, a ja ka arritur qëllimin? E këtu flas për presionin ndoshta kundrejt majorancës, se ju kërkoni qeveri teknike apo jo? Pa diskutim, sepse me Edi Rama nuk ka zgjedhje lira ndeshme. Është zhdukur pluralizmi, është zhdukur demokracia, gjitha pushtetet janë në dorë, është prishur tregu. Patjetër presioni është rritur edhe nga amerikanët dhe europianët, por edhe nga populli opozitar. Kështu që rritja presionit, por duhet edhe goditje më fort ndaj këtij regjimi për ta rrëzuar, sepse regjimi nuk bien kollaj. Edi Rama nuk është i lirë për të vendosur, sepse atë e drejtojnë grupet kriminale, nuk është i lirë në vendimarrjen e tij. Ne e dim shumë mirë këtë gjë, dinë gjithë shqiptarët, e dinë gjithë ndërkombëtarët, kështu që duhet goditje opozitare fort për të çuar vendin në qeveri teknike dhe në zgjedhjet parakohshme. Qartë. Zoti Biberaj, një element që në fakt të roqi vëmendjen gjatë protestës së mbrëmshme ishte flamuri gjerman. Ka pasur një reagim të ambasadës ditën e sotme, e cila dënon aktet e dhunës. Pse flamuri gjerman në protestën e Partisë Demokratike? Kemi pas në protestet tjera dhe flamuri amerikan dhe flamuri të Bashkimit Evropian. Ndoshta ishte simbolika për arsye se sot nga vendet e Bashkimit Evropian Gjermania është më kritike ndaj kësaj qeverie.
Edhe vërteta është që kam thënë dhe në intervistat e tjera, Gjermanët kanë qenë kritike edhe me qeverisjen tonë, sepse në fundit është lideri i Bashkimit Evropian dhe Gjermanët dihet se çfarë disipline kanë. Kështu që unë vlerësoj shumë qëndrimin e tyre. Janë krejt të bindur për çfarë shteti kriminal ne kemi sot. Edi Rama ne dim që është totalisht izoluar dhe nuk ftohet në asnjë kanceleri perëndimor dhe fjala politikë gjermane në kuptimin mirë të fjalës është ligj në Europë, pasi lloj diskutimi. Prandaj besoj ka qenë simbolika e prezencës flamurit gjerman, kurse reagimi i ambasadës është reagim normal, gjithmonë ambasada këtë punë ka, është i punoj si ambasadë, si paguhet për të bërë njoftime të tilla dhe kaq. Por fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve vendosim ne këtu bashkërisht si popull, pasi lloj diskutimi. Qartë. Korrekt reagimi i ambasadës? Jo, korrekt, pa diskutim. Ishte asnjë anës apo? Korrekt, jo, korrekt. Reagimet e ambasadës në gjë, duhet i shikojmë në suazën e asaj që përfaqësojnë. Ambasadat janë, ose ambasadorët janë punojës poste që sjellin telegram ose një mesazh presidentit ose të misisë jashtme të kryeministit pasi lloj diskutimi. Kështu që ata duan një farë stabiliteti, por nga ana tjetër kuptohet ishte mesazh i ekuilibruar sepse protestat në gjithë botë janë promovuese, janë motivuese, kundërshtojnë një regjim, kundërshtojnë një klik, kundërshtojnë diktaturë, pasi lloj diskutimi. Nëse nuk ka protesta, bota do të ishte kam përshtypjen e zhytur në diktatura. Keni shumë drejt. Doja që të flisnim bashkë gjithashtu zoti Biberaj edhe për garën Partinë Demokratike. Zoti Berisha tashmë është kandiduar. Do t'jetë në garë, ama nuk ka një rival. I vetmi që duket se do t'i qëndroj përballë është zoti Saliani, i cili sipas zotit Berisha është vetë përjashtuar edhe për këtë arsye nuk do t'jetë pjesë e garës. Si do t'ishte i gjithë procesi nëse në garë do t'ishte vetëm zoti Berisha? Pra, do t'a nderonte Partinë Demokratike diçka e tillë? Unë kam qenë dhe amitar i garëve historikisht. Që janë 80 dhjetori që janë fut politik. Dhe pyet vërtet kur e kujtoj. Jo, edhe zoti Berisha, ama zoti Saliani është i vetë përjashtuar, tani nuk e di si ta kuptojmë. Do të vjen tek zoti Saliani. Një nga arsyet që kam menduar kur kam qenë student, dhe isha kundër atij regjimi ishte mungesa e garave. Sepse shikoja që administrata publike ose edhe ambientet studentorë universitare kishin patjetër meritokraci, kishte garë, por nuk kishte konkurrencë. Dhe mendoja me veten time, diskutona me shoqërinë asaj kohore, një vend nuk ka përpara pas ka konkurrencë. Edhe me 8 dhjetor kur filloi lëvizja dhjetori, këtë gjë kemi menduar që do vi koha e aftëve, sepse demokracia është një sistem që secili e gje vendin e vet. Por unë nuk mund të pranoj që të më drejtoj gomari, përdor edhe fabula. Po i vendose kalit gomarin përpara, dihet që shkojmë aty ku jemi sot. Kështu që në këtë pikpamje unë kam qenë dhe metem i thar i garave pas këtij diskutimi. Berisha në një farë mënyrë ka vetë shpallur kandidaturën, është e drejtë e tij, dhe patjetër çdo konkurrent që mendon që drejton Partinë Demokratike le të kandidojë. Lidhur me zotin Saliani, unë e kam gjykuar që ai ka të drejtën e vet për ato takime që ka bërë, është i drejtë statutore, mjafton të jetë korrekt me, si thosh, me ata që quajnë vi politike, me filozofinë politike, me ideologji dhe mos bashkëpunoj me kundërshtarin politik. Këto janë sankcionuar në statut dhe gjithë. Është birësuar akte ligjore dhe në ligjore. Berisha sot. Kush e ka birësuar? Zoti Berisha ka informacionet e veta, unë nuk kam informacione, por ju e lexoni qendrimin politik. Jo, patjetër lexoj qendrimin politik. Po ti isha kryetari i Partisë Demokratike, do të lejoja garën, kush do të ishte? Aq më tepër që duke respektuar kontributin e zotit Saliani, pa diskutim, por nuk përfaqëson një fluks në Partinë Demokratike. Këto janë një grup që kanë ardhur në Partinë Demokratike nga Universiteti Evropian i Tiranës, ka qenë atkohë një investim i Henry Qilit me Lulzim Bashën për të sjellur një grup tek demokratë janë si gjë tjetër. Jo, tek Partia Demokratike. Edhe në ndodhet PD nuk e ka luksin që t'i largojë. Bën karrierë, absolutisht nuk kanë për të larguar asnjë, por nuk është për mendimin tim personal se përfaqëson në fluks Saliani Partinë Demokratike. Natyrisht gara do të tregonte se sa përqind të votave ka. Pra, mendimi personal që mund dhe duhet të lejoj për garë, sepse nuk ka asnjë gjë të keqe nga gara. Të lutem, aq më tepër që nuk është se do të ishte një kandidat potencial për të krijuar një fraksion ose një fluks e personalisë. Kjo mbetet për tu parë. Po, e rëndësishme do të ishte që të ishte pjesë e garës. Jo, kemi diçka, duhet kemi parasysh. Ne që nga një farë mënyre, që nga ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, nuk kemi politikanë që votohen më. Me lista në mbyllura, me lista që emër kryetari i cilës do parti, nuk ka më politikanë që janë votuar në popull. Dhe kjo është fatkeqësi, por në këtë situatë jemi. As nga PD, as nga PS-ja, nuk kemi politikanë të votuar. Në përgjithësi, po them,
Dhe thatë vetë, edhe nga PD edhe nga PS. Pa diskutim, është një tasmunje. Ka shumë sepse figura ndryshimet për shkakun kushtetuese kanë prekur gjithë spektrin politik. që nuk e njohin votën edhe mbështetjen qytetare, po kjo është ndërkohë që vota qytetarëve, vota antarëve, Absolutisht. simpatizantëve, militantë Partisë Demokratike në rastin konkret, duhet ishte etalon matje, pa diskutim, sepse bësh politikan se ke për krahë popullore. Nuk bësh politikan se je inxhinier i mirë, ose je profesor i mirë, ose avokat, jurist, ekonomist. Bësh politikan sepse ke për krahë popullore. Historia e demokracive perëndimore na ka treguar që po marrim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të paktën 4 presidentë Sheba që nuk kanë diplomë universiteti, por kanë shkëlqyer sepse kanë qenë njerëz që janë votuar, se presidenti Sheba votohet nga populli. Nëse do t'i referohemi zotit Saliani, ka qenë i votuar, ka qenë deputet i Partisë Demokratike, ka mbështetin qarkun e Korçës. Nuk di se ka qenë i votuar. Unë këtë po them. Pas 2008-ës. Ka qenë deputet i Partisë Demokratike Po apo jo? deputet me listat mbyllura. Këtë po them. Nuk votohet, ju dini besoj, që nga 2008-a nuk votohet për emra deputetesh. Votohet për parti, po. Dhe futesh në listë mbyllur dhe votat i merr partia dhe vin ty. Këtë po them. Dakor, janë lista pjesërisht hapura. Megjithatë nuk ka vlen të mirë më shumë me këtë, se është dakor, histori tjetër. a më shpjegon pak këtë se si koncept juridik nuk ekziston i vetë përjashtuar, si duhet ta kuptojmë këtë? Se nuk e din tani se çfarë përfaqëson zoti Saliani. Disa prej demokratëve kanë partitë e tyre, subjektet e tyre të reja të vogla, po zoti Saliani është pjesë e Partisë Demokratike, ndërkohë që e shikojmë shpeshherë që të ketë edhe debat në distancë me zotin Berisha. Unë dhash mendimin, për mua do të kishte asgjë të keqe nëse ai do të lejohet kandidatë. Po është në Partinë Demokratike apo s'është? Ai ka qenë pjesë e strukturave. Por nuk jam sekretar organizativ i Partisë Demokratike që të di se kush është kur s'është. Unë flas parimisht. Si ta kuptojmë atë që thotë zoti Berisha? Po, Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike, din më shumë gjëra, ka më shumë informacion. Ne po flasim për parime. Unë po flas për parime dhe unë kam qenë dhe mbetem i thar i garës pas lloj diskutimi. Kush do të jetë, le të futet, sepse gara i selekton gjërat, gara i selekton kandidatët. Sepse shumë njerëz në këtë vend, për arsye se kanë shumë niveli politik, mendojnë që duhet të jenë kryeministra, president, deputet, kryetar bashkie. Ndërkohë që bota ka filtra. Po të marrim vetëm rastin e deputetëve në Mbretërinë e Bashkuar, janë 3 provime që japin deputetet përpara se të futen për të votuar në zonën e vet elektorale. Pa dyshim. Test psikologjik, test njohurish, social, mjekësor. Dhe vetëm pas i kalon gjithto barriera, ti ke të drejtë të votohesh nga antarësia, po themi e Partisë Konservatore në Londër, supozojmë, dhe vetëm atëherë ti merr të drejtën për të kandiduar përballë laboristëve në zgjedhjet politike. Ka filtra, kurse këtu s'ka asnjë lloj filtri sepse ka niveli i politikanëve, poshtë nivelit mesatar të popullsisë, si edukat, si IQ, si gjithçka, dhe çdo njeri çohet i ditë në mes, thotë pse të mos bëhem deputet, pse të mos bëhem kryeminist. Është biznesmen dhe thotë do bëhem politikan. Ç'lidhje ka biznesi me politikën? Politika është një profesion. Është profesion shumë i bukur, por është mision. Ndihmosh njerëzit, jo ti vjedhësh njerëzit. Por kur ke kryeministër të tillë siç e kemi ne, normal që çdo njeri mendon, pastaj mund të thosë jam më i mirë se ky. A e vret garën në PD kandidimi i zotit Berisha? Pra, mos ndoshta do të ishte momenti që zoti Berisha të bënte një hap pas edhe. Ne kam thënë, këto janë qendrime dhe vendime personale të doktor Berishës. Si demokrat mund ta japësh një opinion. Unë kam qenë jam i thar i garëve, natyrisht gara reale, jo që të kemi modele që del doktore dhe del dikush tjetër sa për numër. Nuk kam qenë asnjëherë. Zonja Alesia, nuk e di, edhe ajo është vetë kandiduar, po se sa do të jetë pjesë e garës zyrtarisht të saj, nuk kam koment. Kështu që më duket është i tjetër, më duket janë 2 kandidat, por nuk pa me se kandidat potencial. Se mund të jenë real, se është edhe me vetë kandidim Partinë Demokratike, bazuar në statut, por nuk janë kandidat potencial, gjykoj. Zoti Biberaj, gjatë këtyre javëve debat madh ka pasur për mbështetjen e ndërkombëtarëve, ka shi opozitës, por gjithashtu edhe majorancës, vendosur në kontekstin e zhvillimeve të fundit në kuvend. Tani, mbështetja e ndërkombëtarëve kundrejt opozitës në ç'pikë është në gjykimin tuaj? Duke marrë parasysh faktorët ndërkombëtare ka marrë vesh se çfarë model qeverisës kemi ne dhe kush është Edi Rama me gjithë qeverisjen e tij. Dhe në këto momente patjetër që peshori anon nga opozita. Janë një sër takimesh që janë bërë, kryesisht me aspektin e Partive Popullore të djatha dhe të qendrës, dhe janë një sër rezolutash që te kalojnë pasaj limitet politike në mbështetje të opozitës, sepse në atë moment që goditet qeverisja, do mbështetet opozita, sepse ne kemi bërë, po them, Edi Rama me çështjen Balluku bëri një autogol shumë të madh, por na kushton ne si komb, sepse vonon procesi i antarësimit.
Për Malin e Zi u hapen kapitullet respektiv, për Shqipërinë jo, dhe e dim të gjithë, po e din Parlamenti Europian, e din Komisioni Europian, e din gjithë politika europiane dhe ajo amerikane. Kështu që mbështetja për opozitën po vjen gradualisht në rritje, se ne kaluam atë vështësi që ne i dim shumë mirë për arsye objektive, subjektive, nuk ka rëndësi. Kështu që në këtë moment unë mendoj që projektorët ndërkombëtare janë drejtuar drejt opozitës, sepse ajo është alternativa e qeverisës nesërme. Megjithatë, dalit e fundit, zoti Berisha nuk e kërkon ndihmën tek ndërkombëtarët për të bërë rotacionin dhe për të shkuar drejt qeverisjes teknike, megjithse ka pasur plot raste në të shkuarën që kanë ndikuar ndërkombëtarët për të arritur qëllimet e opozitës. Tani këtë marrëdhënie si e shikon PD-ja aksionin opozitar për të arritur suksesin? Në përgjithësi, ndërkombëtarët kanë ndërhyrë kur ka pasur një krizë. Ne nuk është se nuk kemi një krizë, ne jetojmë në krizë gjithmonë, por duhet jetë një krizë shpërthyese. Prandaj unë kam qenë dhe medem i radikalizimit protestave. Sepse ne kemi dy momente, kemi qeverisjen e 91-shit, pra u bën zgjedhje 31 marsit, i fitoi Partia Punë Shqipërisë me rezultat 60%. Pastaj fillon një sër protestash, sindikatat, universitetet u mbyllën, opozita e tjerë, dhe u shkunë u vazhdu me i qeverisë e koalicioni, nga cila ne dolim shtator dhe pastaj u shpall data e zgjedhjeve të 22 marsit. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në 97, nga kriza e fajdeve. Këto dy momente janë që ne kemi pas qeveri teknike. Pastaj edhe 98, por prapë nuk ishte qeveri teknike, por kishte një qeveri përsëri të majtë. Kështu që ne duhet patjetër të radikalizojmë protestat dhe një farë mënyrë të bllokohet qeverisja, duke bllokuar rrugët, portet, aeroportet, universitetet duhet bojkotojnë mësimin, shkollat e mesme që të krijohet pra pse nuk keni arritur në këtë pikë? Një situatë pa siguri për qeverisjen. Unë mendoj që drejt kësaj do shkohet. Të kemi protesta në gjithë Shqipërinë, sepse nuk është Shqipëria vetëm Tirana. Të ketë protesta në Vlorë, të ketë në Shkodër, të ketë Korçë, gjithandej. Pra si tush qeverisës t'ja bëjmë të pamundur më vazhdimin e vjedhjeve, sa ata nuk qeverisë, vetëm vjedhin 24 orë. Kështu që besoj do ketë një skenar tillë opozita për ta çuar vendin në një krizë tillë, pastaj patjetër ndërhyrën edhe ndërkombëtarët për të krijuar një qeveri teknike. Sepse di gjithë bota që Edi Rama nuk ka zgjedhje lira ndeshme, i vjedh, i manipulon, nuk diskutohet fare. Meqense jemi tek zgjedhjet, Partia Demokratike ka, le themi, funksionuar në dy rrafshe. Në terren me protesta kombëtare, me foltore dhe tjera si këto, por gjithashtu edhe në parlament, apo jo, ka qenë pjesë e komisioneve, kemi një sfidë të madhe. Nuk dëgjohesh atje, nuk dëgjohesh, nuk të pyesin. Kemi një sfidë të madhe tani, kemi kodin zgjedhor, edhe në këtë pikë. E vërteta është që derisa ka ardhur Edi Rama në pushtet, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë bërë reforma, kanë bërë kompromise të mëdha. Edhe kodin aktual për cilin fole e kanë bërë bashkë. Bashkë kanë bërë, po nuk kam qenë dakord edhe nuk jam dakord asnjëherë. Ajo ishte një deformim i demokracisë. Jo, du të them diçka, ka pas një frym bashkëpunimi normal, pozitë opozicish ndodh gjithë botë. Me ardhmën e Edi Ramës në pushtet, kjo frym është zerruar. Pra opozita është komplet jashtë çdo vendimmarrje. As jam mendamenti opozitës për parasysh, as puna në komision, as puna në parlament. Jo, je parlament, por nuk ke fuqi vendimmarrëse. Me 50 e sa mandati që kemi. Në rastin konkret është bërë reformë zgjedhore apo jo? Reformë zgjedhore kanë bërë ata si kanë dashur. Po ka qenë edhe opozita atje. Opozita aty është ka qenë, por nuk ka pasur forcë. Por edhe opozita ka përgjegjësinë vet, kur bie dakord me një reformë zgjedhore që nuk shkon sinkron me demokracinë. A nuk ka diçka që shkon të bësh reformë zgjedhore dhe pastaj kërkosh qeveri teknike sepse i gjithë le themi struktura zgjedhore është një farsë e madhe? Problemi është pavarësisht reformës zgjedhore që bëjmë, se një ndër kritikat që da ka thonë vazhdimisht ndërkombëtarët me të drejtë, sidomos vëzhguesit e ujë kur vinë për zgjedhje, që ju çdo pa zgjedhje bëni reformë zgjedhore. Ndryshoni kodin. Me dhe pa reforma zgjedhore, me dhe kod të ri ose të vjetër, Edi Rama t'i vjedh zgjedhjet. Kjo është e gjithë historia. Natyrisht që kemi gabimet tona, kemi bojkotuar zgjedhjet lokale 2018, kemi djegur mandatën, kemi bojkotuar reformën territoriale 2015, këto gabime me pasoja me dekada. Por në moment që flasim, kjo majorancë është majorancë shumë arrogante, shumë prepotente, shumë e gërsuar, shumë e ashpër të fare për opozitën. Kjo është i gjithë historia. Pra edhe po ndryshohet kodi, po thoni ai i vjet. Po prapë do t'i vjet. Unë kam qenë dhe bedën. Jo, po prandaj duhet të largohet. Jo, po ka i fund, ka i fund. Një sekond, zoti Biberaj, se ka një gjë. E ka, jo, dëgjoj. Ky do ta ketë. Ju thoni të largohet ai, po jo, ore do ta largojmë. Ore do ta largojmë. Unë jam këtu i zgjedhur nga qytetarët. Pse do të qytetar? Pa është i zgjedhur nga bandat. Po rezultati 12 me 4 firë, një sekond.
rezultati 12-4 në firë, dhe rezultate matematikore, opozita s'mund të merte bo pak, sepse ka një ekuacion matematikor, maksimumi me një fjalë, 4 mund të meshe aq të la, se mund të meshin edhe mund të gjithë 16-0, por është i kod zgjedhor, është i formulë matematike, që aq të jep minimumi. Dish do thot 12-4, po qeverisja është këlqyre Belinda Ballukët e Edi Rams, ose në Elbasan janë 10 votat e çdo shqiptar. Të gjitha grupet kriminale kanë qenë angazhuar në zgjedhje pasi lloj diskutimi. Nuk jam fatalist, pa diskutim jam shumë optimist. Ky do të ketë një fund politik të tmerrshëm, të jashtëzakonshëm, sepse ka mbushur kupën dhe do të vi shumë shpejt, pasi lloj diskutimi. Ti mendon se do rri ky 50 pushtet si në Vëror, pas ka shanse. Ky është i zhytur në krim, ky është i zhytur në korrupsion, është i zhytur komplet nga gjithë anët. Do të arëzojmë pasi lloj diskutimi. Pasi lloj diskutimi. Në moment që ky ikën pastaj, është si koka oktapodit, tentakulat deaktivizohen dhe do ketë zgjedhje lira ndeshme, ne këtë po kërkojmë. Administratën e kemi lënë me 80.085, e ka çuar gati 200.000, 200.000 vende pune. Nëse marrin rrogën kot fare që mund të jenë në përbuzje në Europës, janë këtu fare, s'bën asnjë lloj pune, marrin rrogën. E dish thotë 200.000, i rekord bote, po të kesh parasysh buxheti që ke në dispozicion, por e numrin e popullsisë, territorin e tjerë. Vetëm që ato 200.000 të shumëzoj me 2-3 dhe të shkoj pastaj të 700.000 vota. Prandaj duhet, si tush, koka oktapodi duhet prerë që të marrin frym njerëzit lirisht. E di çfarë presioni ka në administratë, se ju e dini besoj, se mirëni me zgjedhjet. Është i presioni jashtëzakonshëm. Votat e diasporës janë vjedhë, janë manipuluar gjitha. Edhe gabimi jon. Unë të kisha pas veni marri votat e diasporës me këto ajdutë, po kur si llogarisja, sepse ai ti vjedh me post, ti vjedh atje etj. Kjo gjë dihet. Por është dakord në vendi, jo, vendi do ndryshoj patjetër, pasi lloj diskutimi, me largimin e këtij. Dhe largimi i tij do bëhet me pahir, nuk bëhet me lule me tullumbace. Si do bëhet? Patjetër. Si do bëhet? Po ka protesta. Protest. Se protesta kemi parë, po nuk është larguar. Protesta deri tash kanë qenë shumë qeta, ka protesta edhe më të agjitura, poplin lere të shpreh dufin e vetë urrejtën, është personi më i rryer në historinë e kombit shqiptar. Është personi më i rryer, po të ketë sondazhe, edhe më i rryer se në Veroza. Ç'a po i bën këtij kombi? Ka niku gjysma popullsisë, kupton? Qartë. Dhe këta njerëz nuk kthehen më. Do ta mush vendin me Bangladesh as me Indian, këta do ta bëjnë Shqipëri. Zoti Beraj, si e shikoni Shqipërinë në proceset integruese? Thatë më parë është penalizuar. Është penalizuar patjetër, nuk kemi kërkum në rrugët e duhur. Ma kemi marrë një okay. Çka ke marrë okay? Nga Këshilli i Europës, presin vendet anëtare. Që të marrin vendimin e tyre. Ke marrë asnjë lloj okay për të antarësuar. Një qëndrim pozitiv, për aq sa kemi progresuar deri tani. Miku im, ne ka 35 vite që jemi te dera e Bashkimit Evropian. Po kjo është e vërtetë. Absolutisht. Edhe ajo derë se ka pasur hipoteza jemi vend musliman etj. S'ka lidhje fare. Unë kam qenë në nivelet drejtuese politikës europiane dhe i di gjërat. Ajo ka të bëjë vetëm me reformat e qeverive. Ne, sa për kuriozitet, në vitin 96, po të mos kishte ndodhur katrarura 26 majt, edhe 28 majt, dhe ajo që ndodhi, s'kam qenë kur dakord, ne ishim antarësuar me vendet e tjera të lindjes. Sepse Shqipëria, duke pas parasysh që vite nga një sistem katastrofë që ishte komunizmi, filloi reforma dhe reformat patën sukses, sepse nisem nga zero. Dhe kemi qenë në të gjitha si tush databazat asaj kohë, Shqipëria rendite me Çekin, me Polonin, dhe do ishim antarësuar. Që në vitin 2001 ndodhi ajo, pastaj kalu 20 vite pas. E njëjta gjë ka ndodhur tash. Se ky e mbështeti shumë të idenë edhe këtë mashtrimit vitet 30. Nuk e di, ma do jetë 30, a 40, a 50. Por shqy që ky do i ka pushteti, do hapet rruga e antarësimit. Kur? Pa diskutim. Kur nuk e di. Qartë. Do të bëra ju e ky do ikë shumë shpejt, po kur antarësohemi për këtë thash nuk e di. Po që ky do ikë shumë shpejt nga pushteti. Tu do jemi. Qartë. Zoti Biberaj, ju njihni gjithashtu mirë politikën e jashtme dhe unë përfitoj nga rasti të bëj disa pyetje. Qëndrimin e presidentit QBA-ve Donald Trump për Shqipërinë, përfshirë këtu edhe bordin e paqes, ndoshta bashkëbisedimi që pati atje kryeministri Rama me Trump, këtë marrëdhënie e cila në fakt ka pasur pikpyetje të mëdha, nëse ekzistonte apo jo. S'ka si lloj marrëdhënie Donald Trump me Edi Ramën. Ky e ke pasur afro të huajve, kupton? Dhe i prek nga supi. Se kujdes është me këto të KPD-s vetëm, atë asamblenë e Partisë Socialiste. S'ka si lloj marrëdhënie. SBA-ja di fare mirë politika amerikane se kush është Edi Rama dhe qeverisja e tij. Kështu që ato i kanë dhënë direktivat e veta, i kanë dhënë udhëzimet e veta, gjithë raportet ndërkombëtare qeverisje e narkotrafikut të Shqipërisë. Bordi i paqes u kryu nga Donald Trumpi për qëllimet e veta politike për Gazën dhe patjetër Shqipëria si vend mik i SBA-s duhet ishte antar. Nuk është Edi Rama i antarësuar. Mund të ishte edhe presidenti Baran Bega. Ka pasur një narrativ se kryeministri Rama nuk kalonte dot oqeanin, nuk shonte dot ta takonte Donald Trump, ëh? Apo jo?
këto pastaj janë mohabete që nuk kanë shumë rëndësi. Ky shkoi në Amerikë se priti askush. Jo, për kuptuar përqasjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërkombëtarëve kundrejt asaj që po ndodh. Amerikanët dinë që këtu s'ka as demokraci, s'ka as votime të lira ndeshme, s'ka as pluralizëm dhe kemi një shtet kriminal. E dinë shumë mirë, është shkruar gjithë raportet. Në të gjithë raportet, State Department, raportet e CIA, gjithë raportet amerikane shkruar këto gjëra. Se shkove në bordin e paqes, nuk merr asnjë lloj valence. Se takoi Donald Trumpin, nice to meet you, prapë s'merr asnjë lloj valence. Edi Rama s'ka pas as i takim zyrtar, me as i zyrtar, as të State Department. Ndërkohë, Vjosa Osmani, presidenti e Kosovës, është pritur nga Marko Rubio, që është sekretari i shtetit. Ka pas protokoll tjetër. Ky zotëria s'ka pas lloj protokolli. To historitë pastaj që shkoi këto janë mashtrime dhe manipulime që ky vetë s'du t'i bëj, s'du ta ul pjacën. Ori, në fund të ditës, ai është kryeministri i këtij vendi, është edhe kryeministri im, pavarësisht se kam votuar. Por mos e ul pjacën. Ta shesësh një ftesë të tillë që ju ka drejtuar gjithë liderëve botror, i pjesë e pranuan, i pjesë nuk e pranuan, dhe në atë takim kishte edhe diktator me vite dekada që janë pushtet. Kjo është politika amerikane, intereson Donald Trumpi për këtë politikë, bon. Ne na takon të jemi atje. Edhe për këtë ka pas debate, por unë them që na takon të jemi atje. Pra atë që ka bërë SBA, kryesisht për Kosovën, por edhe për Shqipërinë. Kaq thjesht aty. Por nuk mund të thosh që më ftoi Donald Trumpi. Me kuptova. Dhe jam komplet jo politik në këtë, flas në nivel marrëdhënieve ndërkombëtare. Nuk flas fare. Nuk flas fare si pjesë e Partisë Demokratike. Bordit pa diskutim. Pastaj historia e kryeministit me presidentin tjetër gjë. Pa diskutim. Nuk kam asnjë gjë kundër që atje shkonte Edi Rama si kryeminist i Shqipërisë, shkonte Baranbegaj, por jo ta shes si mbështetje amerikane. Se nuk është mbështetje amerikane, ku është mbështetja? Se ti antar i bordit paqes që ka kryer Donald Trumpi. Ai merr shtetet sipas alfabetit. Qartë. Albania ka o kryeministri o presidenti, pastaj ato janë detaje teknike që nuk kanë shumë rëndësi. Zoti Berisha për të shkuar te protesta dhe për ta mbyllur, disa herë është shprehur se mund të shkohet edhe drejt radikalizimit. E këtu e kanë fjalën duke marrë shembull nga vetë politikanët, ndoshta protesta të forta e tipit ngujim apo qëndrim përpara kryeministrisë edhe të tjera sjellje si këto. Ju jeni dakord me forma të tilla? Ka 5 vjet që i kërkoj këto protesta. I kam kërkuar në Këshill Kombëtar, i kam kërkuar në krevurie, ngujim. Nuk e di se çfarë efekti do ketë, por unë jam për të përdorur të gjitha metoda demokratike dhe mëse demokratike, siç përdorin gjithë vendet perëndimore, për të arzuar këtë qeveri. Kaq. Sepse nuk e di çfarë mund t'i bëj gjë më të keq një popullit vet kjo qeveri se sa po i bën shqiptarëve. E ka shkatruar komin, po ikën shqiptarët, arsimi zero, shëndetësia zero, shërbimet zero, çmimet rriten çdo ditë, pensionet nuk rriten, nuk ka indeksim pagash as pensionet. Dolem edhe kombi, e dinim, me i palumtur në Europë, pa diskutim, tash çfarë mund t'i bëj një qeverisje? Dielli nuk na pengon Edi Rama, lavdi Zotit, dielli nuk e pengon, se kaq tjetër shkatruan toke, dete, ajre, gjithçka kanë shkatruar, gjithçka po vjedhin, çfarë do t'i bësh më shumë një populli? Vetëm ta bësh sklav të një oligarkie të grupeve kriminale. Kjo është gjithë historia. Ju keni matësit tuaj brenda Partisë Demokratike, si e keni mbështetjen e qytetarëve? Si Parti Demokratike? Si Parti Demokratike. Unë besoj që po rritet mbështetja, sepse rritet edhe shpresa dhe besimi i qytetarëve. Dhe them që nuk kemi sondazhe serioze, po them që jemi mirë me kuota, natyrisht ka vend për përmirësim. Unë kam kërkuar dhe kërkoj vazhdimisht hapjen e Partisë Demokratike, sepse ne herë në fund morëm 500.000 vota. Hapjen nëse s'ka garë, të ketë garë për kryesi, të ketë garë për Këshill Kombëtar, të ketë garë për kryetar, të ftohen intelektualet, mund të bëhet një kop tjetër, siç u bën 2004-2005, kështu që unë jam gjithmonë për... Kop që të funksionoj apo të përdoret si Jo të funksionoj. Antarët e kopit ju dini shumë mirë se në media në atë kohë kanë marrë pozicione deputet, ministra, nivele më të larta. Duke bërë opozitës? Jo, janë edhe zgjedhje personale. Po tregon edhe për subjektin politika që i prodhoi. Jo, opozita në Shqipëri është e vështirë. Si çdo vend botës. Si çdo vend botës, po këtu pak sa më vështirë se sa në Amerikë. Po ku janë figurat e kopit? Ku janë figurat e kopit? Ato kanë zgjedhur jetën e tyre, karrierën e tyre është e drejt normale, por desha them me diçka tjetër. Edhe ne patjetër kemi gabuar në zgjedhjen e njerëzve, pasi lloj diskutimi. Historikisht kemi gabuar. Ne si e djallë, se marrë apo të shikosh janë rresh për një. Ne patjetër kemi gabuar dhe shumë persona sot ndoshta kanë kaluar majtas, shohin jetën e tyre, nuk ka si gjykoj as si paragjykoj, por kur një parti t'jep një aksion, sepse ata e morën aksionin pa pas kontribute, atëherë të paktën minimalisht rikthej atë aksion, se politika është aksion, apo ja. Zoti Biberajt, falenderoj shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu. Shkëputemi, rikthehemi për pak.
Rikthehemi, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë zhvilluar biseda produktive gjatë fundjavës dhe se ai do të pezullojë sulmet ushtarake kundër centraleve të energjisë iraniane për një periudhë 5 ditore. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump tha se vendimi për shtyrjen e sulmeve u bazua në tonin dhe përmbajtjen e diskutimeve. Kam kënaqësi të raportoj se Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë zhvilluar gjatë 2 ditëve të fundit biseda shumë të mira dhe produktive lidhur me një zgjidhje të plotë të armiqësive tona në linjën e mesme, shkroi ai. Ana tjetër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu nuk ka reaguar pas njoftimit të presidentit të SBA-ve Donald Trump për një armpushim 5 ditor në sulmet ndaj objekteve energjetike iraniane në kontekstin e bisedimeve produktive me Iranin. Sipas raporteve të mediave izraelite, zyra e Netanyahut nuk ka lëshuar asnjë deklaratë dhe nuk ka reaguar ndaj kërkesave për koment. Ndërkohë, presidenti i SBA-ve, siç e thash, njoftoi se Shtëpia e Bardhë dhe Irani ka zhvilluar biseda produktive gjatë fundjavës dhe se ai do të pezullojë sulmet ushtarake kundër centraleve të energjisë iraniane për një periudhë 5 ditore. Vendimet e Trump konfliktin gjithashtu me kënaqësi do ta bashkëbisedoj me gazetarin e mirënjohur zotin Robert Papa. Zoti Papa, përshëndes. Përshëndetje. Siç e the, ndodhi. Tani, a mund të na shpjegosh pse 5 ditë paqe? Çfarë do të arrijë Donald Trump me këtë paqe të përkohshme? Nuk i besoj paqes sepse edhe në 28 shkurt, kur ai goditi pa mëshirë, në bisedime ishin dy njerëz që s'marrin vesh nga diplomacia, Kushner dhe Witkoff, Trump po vën diskutim kredibilitetin amerikan. Ultimatumi ishte i prerë, Irani nuk pranoi. Ata që kontrollojnë janë Wall Street dhe elita, ai që quhet Deep State. Trump është një provë të madhe dhe mendoj se do të bëjë atë që kemi thënë zgjidhjen e tretë, do të largohet duke thënë që fitova. Ndërkohë që një pjesë e madhe e elitës duan që ai ta përfundojë këtë sulm minimumit marishullin në Hormuz. 5 ditë nuk mund të zgjidhet bisedime, aq më tepër që Irani i ka hedhur poshtë. Unë nuk mendoj se Irani do të bjerë dakord me propozimet që vijnë nga dy njerëz që s'marrin vesh nga diplomacia, sepse në qoftë se ata pranojnë që të mos pasurojnë me uranium, kanë humbur fytyrën në perëndim dhe nuk kanë asnjë forcë përpara radikalëve të tyre. Çka e lë Trumpin me dy zgjedhjeve, ose të ndërhyjë edhe me futje të trupave ushtarake, ose të largohet duke thënë që fitova, por në faktikisht nuk ka fituar. Çfarë po bluhet? Problemi është se nuk ishte kalkuluar me sa e shikoj unë sa duhet forca e një regjimi që është ndërtuar për 47 vjet. Nuk mund të shkatrosh një regjim për 23 ditë që është ndërtuar për 47 vjet. Një regjim ushtarak, militar, radikal dhe teokrat. Natyrisht që Trump kërkoi të përdorte surprizën, por nuk mund të hysh në një luftë të madhe me një forcë të tillë djallëzore do të ndjall, kur nuk ka aleat vendet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Në qoftë se vështron tweetrat e zotit Trump, brenda një dite ka 10 tweetra që kundërshtojnë njëri tjetrin. Natyrisht që generalët, shtabi i përgjithshëm, aspekti ushtarak ka qenë brillant. Në drejtimin politik duket se atij mungojnë emrat e mëdhenj si Pompeo, Bolton, Mattis dhe kujtoi se do të ishte i suksesshëm si 6 muaj më parë kur bombardoi ashpër për 12 ditë dhe kur tha që unë e kam shfarosur pasurimin e uraniumit. A ishte blof ajo që ndodhi në Gjenev nga ministri i jashtëm, i cili u tha Kushnerit dhe Witkoff se by the way, ne kemi pasuruar 460 kg në 60%. Ndryshimi është që nga 60%, bomba duhet në 10% është për 2 javë. Dhe në qoftë se do të ishte vetëm 2 javë, kjo bënte rrezikun eminent. Irani sot ka hedhur poshtë edhe ato raketat që kanë shkuar tek ishulli britanik. Është një luftë e madhe AI
nga të dy anët, askush nuk e di realisht se çfarë ndodh në terren, nuk ka reporters, por që dëmi është masiv. Dhe dëmi është bërë në infrastrukturë, janë shkatruar rrugë, janë shkatruar spitale, pajisjet e ujit pishëm dhe popullsia civile po vuan. A do të kthehet kjo në një bumerang? Se në qoftë se ti vret një të pafajshëm, 12 me matematikë bëhen armiq ndaj teje. Duket se dëshira e parë për ndryshim regjimi nuk ka shanse të ndodhë. Ju thoni, zoti Pava, se nuk do t'jenë 5 ditë, po këtu ka përfunduar i gjithë ky operacion ushtarak? Ne patëm thënë që ai nuk do të shkojmë shumë se 3 javë, 4 java 3 të shkoj, 4 javë deri në 6 javë. Nuk mundet sepse kushtetuta nuk të lejon më shumë se 60 ditë pa autorizimin e Kongresit. Ka kërkuar $200 miliard, të kërkosh $200 miliard do të thotë që ti ke synim të futësh trupat, sepse kur Bush i madh hyri në Irak, $150 miliard kushtoi për një vit. Qartë. Bolton më ka thënë në intervistë që nuk e dim detajet pse kanë kërkuar 200 miliard. Në qoftë se kërkojnë për arsenalin e armëve, kanë të drejtë, sepse depot, magazinat janë boshatisur duke dërguar në Kiev dhe në Ukrainë. Ka një problem nga të dyja palët tek raketat. Domethënë të dyja e ndjejnë, po ulet numri i raketave interceptuese, amerikanëve që futën, Izraelit, por dhe ata, numri i raketave të hedhura ka rënë shumë. Por mua më vjen çudi se më shumë rakete kanë hedhur tek Emiratet e Bashkuara se sa në Izrael. Irani duket që është në përplitje, duan të mbijetojnë. Vrasja e elitës, edhe kjo nuk pati efekt sepse kanë ardhur në poste njerëz më radikal. Zoti Trump sot ka dashur t'i përçaj, duke thënë që ne po bisedojmë me dikë, i cili është kryetari i parlamentit, po dihet që në Iran fuqinë e ka garda kombëtare, nuk e di është gjallë apo jo Ayatollahu, dhe njerëzit që janë afër tij. Nuk është aq e lehtë. Megjithatë, fuqia ushtarake amerikane është superpotente. Në qoftë se Trump do të jepte urdhër për të futur 2500 marinca, Amerika e merr Hormuzin. Por se çfarë ndodh pas, kjo është enigma. Qartë. Zoti Baba, në këtë operacion ushtarak, në këtë konflikt, zgjedhim vetë, ta quajmë si duam, Shobat nuk u futën vetëm, u futën gjithashtu edhe me Izraelin, i cili ditën e sotme të paktën zyrtarisht hesht. Nuk ka asnjë qëndrim mbi këtë vendim të Donald Trump. Si e lexon diçka të tillë? Është një lloj pa kënaqësie, faktikisht Izraeli ka një ushtri shumë të fortë. E thanë dhe herës tjetër. Por drejtuesi i operacionit është Amerika, është Trump. Ai mund ta ketë thithur me zgjuarsi, tinzar për ta futur në këtë konflikt. Por pa fuqinë amerikane, Izraeli nuk mund të bëjë asgjë. Por kjo nuk do të thotë që Izraeli ndalon. Edhe mbas tërheqjes zotit Trump, ata do të vazhdojnë, siç vazhdojnë me Hezbollahun, siç vazhdojnë me Hamasin, po vrasin. Dhe është një problem që në qoftë se Izraeli do ta shikojë veten në një ekzistencë, do të mbijetojë apo jo, sepse e shikon çfarë urrëtie të mëdha dhe mundësi me raketa balistike ka Irani, larg qoftë mund të përdor edhe arsenalin bërthamor. Janë të pamërshirshëm në vrasjet njerëzish të pafajshëm. Këtë e kanë treguar. Me Gazën, me Palestinën, me Libanin, në Libanin, po më fal. Dhe për të qenë real, problemi kryesor në atë zonë Izraeli është Netanyahu do apo s'do ai kriminal lufte. Pa u zgjitur çështja e Palestinës, nuk ka paqe dhe po të largohet forcat djallëzore të Iranit. Amerikanët, domethënë mendjet më liberale afër zotit Trump, unë kisha Lindy Graham përmes Bill O'Reillyt dhe dhash me lejen e tij që thotë që ne do të kërkojmë tek vendet arabe që të zgjidhet diçka për shtetin e Palestinës. Pa u zgjitur kjo, paqe nuk vjen. A do të rritet çmimi i naftës ndërkohë, apo do të ulet gjatë tyre 5 ditëve, se ky është problemi më i madh? Mbasi foli Trump, nga 110 shkoi 100. Ra. Stoqet sot janë rritur mbas kësaj. Këtu është një problem i madh që ata që kontrollojnë këtë ekonomi të madhe dhe përfitojnë dhe spekulojnë. Në krahasim me ju, këtu është rreth $1 litri. Është gjithmonë ka qenë më lirë, po përpara luftës unë thash ishte 2.69, sot është 4. A do ta përballojë ekonomia? Ky është problemi për Trump. Është Wall Street ai që ndikon. Ndaj dhe ai mendoi, u tërhoq nga ultimatumi. Nuk është thjesht se ka biseduar me një nga parlamenti iranian.
e di që shkundja e Wall Streetit e ka bërë disa herë të ndryshojë zotin Trump, edhe me tarifat, edhe rastin e Groenlandës, dhe Wall Street Journal e cilëson tako, Trump always chicken out. Dhe kjo e vret Trump. A i kërkon që t'jetë fitues, base do të thotë që është konflikti nëntbotror që përfundova. Zoti Papa, shumë të janë ata cilët mendojnë se Kina është përfituesja më e madhe në këtë konflikt, duke bërë tregti. Ju çfarë mendimi ndani? Kina nuk e ka fuqinë të sulmojë. Kina në këtë rast, në qoftë se do të ishte e fuqishme, do të merrte Tajvanin, sa askush nuk e ka vëmendjen atje. Por Kina mendon gradualisht në planin ekonomik, ka probleme, ka pasur spastrimet mëdha në ushtrinë kineze nga kryetari i Partisë Komuniste. Kjo tregon që ai nuk e kontrollon situatën sa duhet. Por për çastin përfiton. Përfiton sepse nafta ka vazhduar drejt saj, por ende nuk është dot Kina fuqia numër 1, siç dëshirojnë ata. Ata duan të kontrollojnë zonën e paqësorit, por vizita e kryeministres japoneze këtu që si një lloj sfide ndaj tyre. Trump e ka ulur sigurinë atje, se siç u thash në fillim mungojnë raketat interceptuese, ndaj mori sistemin e këtyre kundërajrorëve nga Korea e Jugut, çka e bën më të dobët edhe Japoninë. Por nga ana tjetër ata nuk e shikojnë si rrezik Kinën. Duhet të jemi real që bisedimet midis mëdhenjve vazhdojnë dhe kur ka situata lufte të tillë. Ata njerëz që merren tek Këshilli i Sigurisë Kombëtare bisedojnë. Pa diskutim, kjo ka ndodhur edhe me Putin, siç ishte rasti i Sirisë, por Amerika duam apo s'duam mbetet superfuqia vetëm në aspektin ushtarak. Të mëdhenjt bisedojnë edhe në rast e konflikti, e kështu ka ndodhur në fakt midis Trumpit edhe Putin. Janë hequr sanksionet për naftën, për çfarë vletën? Kanë krijuar reaksion apo i gjë? Jo, dikojnë të çmimi, domethënë nuk pati Trump kujtoi se çmimi i naftës do shkonte $5, 6 si thaj. Nuk mund kjo e ka ndihmuar sadopak. E çuditshme është se spekulohet edhe këtu sepse Amerika prodhon rreth 15 milion fuqi nafte në ditë. Dhe kur po marrin një sasi shumë të madhe nga Venezuela, pse duhet rritet çmimi këtu? Eksakt. Sepse Hormuzi bllokon vetëm Kinën. Është spekulative se këto bizneset amerikane shesin. Dhe kur fuqia e naftës shkon mbi $60, fitimet janë shumë të mëdha. Por për afat gjatë nuk duron dot, jo Trump, po tjetë Cezar, Don Cezar tjetë këtu, sepse është vit mes mandatit zgjedhor. Në qoftë se ekonomia nuk fillon të marrë një start mbas majit, Trumpi do të humbë Kongresin dhe rrezikon të humbes edhe Senatin. Dhe çdo gjë zhduket në trashëgiminë e tij politike. Një Kongres i humbur do të sjellë shkarkimin e tij të tretë, impeachment. Dhe nga ana tjetër unë mendoj se edhe tek generalët ka reagim. Nuk dalin në media, natyrisht që nuk mund të pranojnë aventura. Futja e trupave në tokë do të thotë që të ketë vrarë. Ka ndryshuar stili luftës, siç u thash. Padyshim. Vendimet merren në punë sekondash me inteligjencën artificiale. Si nga amerikanët ashtu dhe nga Irani, të cilët pas kanë qenë një shtet shumë militar, kanë raketa pafund dhe kosto e bën luftën asimetrike. Një dron $20,000-30,000, një raket $3 milion. Sa do të përballoj? Ka një kufi. Matematike thjesht në fakt, po për te qëndrueshmërisë që ka shfaqur Irani dhe potencialit të saj për t'u kundërpërgjigjur, qoftë edhe për vende të fqinje, të cilat në disa raste kanë qenë pro Iranit edhe si kanë pasur asnjë faj, duket se pika e fortë është ngushtica e Hormuzit. Ndani një mendim? Ngushticën e Hormuzit Trump mund ta kthejë në pluhur, por do ketë ndikim në ekonominë globale. Kjo e ka ndaluar. Është marrë Hormuzit dikur kur ishte një president i madh, Reagan, po ka pasur dhe amerikanë të vrarë. Sa i përket sulmeve që Irani ka bërë ndaj vendeve fqinje arabe, duhet më parë ta shohim në realizëm. Ka sulmuar bazat amerikane që janë te këto vende. Ato vende nuk janë vende sovrane, janë 200.000 baza. Por numri i raketave ka qenë shumë i madh dhe efekti shumë i vogël. Ja thash, te Emiratet e Bashkuara janë mbi 1.200 ose 1.300 dronë dhe rreth 300 raketa. Kanë arritur të bien, pra dhe ato kanë sisteme mbrojtëse shumë të mëdha. Izraeli ka pasur parmbrëm një rast që janë shkatruar 2 ose 3 ndërtesa. Tek programi
i Airdom me kompjuter me software vlerësohet rreziku. Sa më rrezik potencial i madh, shtëpia Netanyahu, Komiteti Qendror, ndërtesa ushtarake i shkatrojnë. Dhe kur vjen puna për provinca, lejohet që raketat bjerë. Në qoftë se Irani lëshon 100 raketa me njëherë, probabiliteti është që 3 do të shkarkojnë dhe do të kryejnë vrasje. Ndryshimi i Izraelit nga Irani është që Irani nuk mendon për popullatën e vet, nuk ka strehime në toksore. Izraeli çdo pallat, çdo zyrë shpëton se futet. Por imagjinoni një shtet që nuk fle. Pra, problemi nuk është aq i vogël. Qartë. Zoti Baba, në fund doja t'ju pyesja si keni parë zhvillimet e fundit në politikë. Ditën e djeshme, protesta e radhës e Partisë Demokratike, zoti Berisha megjithëse në moshë, në krye të kësaj proteste, madje preket edhe nga gazi i lotësielës. Është rritur presioni ndaj majorancës nga këto protesta të opozitës, çfarë po ndodh në gjykimin tënd? Rama kaloi vinë e kuqe me këtë, domethënë synojnë jetën e Berishës ku duhet të shkojë. Nëse ka dikush që duhet ekzekutohet ja vetëm politikisht është Rama. Berisha është treguar i zgjuar me europianët e ka çarë embargon, ka mbështetje nga gjermanët dhe në efektin, le të them propagandistik, deri këtu në Amerikë vijnë pamjet. Çdo popull, çdo kom ka të drejtë protestojë, nuk e ndal askush, as deklaratat butaforike të çdo lloji ambasade. Ne jemi vendi i NATO-s. Më tregon një vend tjetër të NATO-s që flet ambasada gjermane po franceze. Demonstratat në Francë, në Gjermani, në Greqi janë shumë herë më të dhunshme se kjo, pa folur për demonstratën e 21 janarit. Unë duhet të përmend diçka nga deklarata e pavarësisë amerikane, ka një frazë brillante. Populli ka të drejtë të përmbysë me dhunë një qeveri kur bëhet despotike. Askush nuk do të ndalojë një qeveri teje të korruptuar, dhe unë them që mbi 70% shqiptarëve nuk e do më Ramën dhe vetë socialistët. Dhe kjo duket që po rritet protesta. Se si do të dalë Rama nga kjo, exit way është ai që të bën të dalësh me nder ose të ikësh me turp. Ka kaluar rreth, po shkon të mandati i 4, i konsumuar dhe çdo ditë i bie nga një ministër në grepat e spakut. Nuk mund të bëhesh trim me Iranin, them unë, dhe ti je frikacak me Trelindat. Fundi do të vendoset nga shqiptarët, nuk e vendosin as ambasadat, protestat nuk e ndalon askush. Patjetër, po si bëhet rotacioni nëpërmjet protestave? Shumë dhe mund ta them në 90-ën, siç ndodhi me protesta, nuk janë të dhunshëm demokratët, siç ishin socialistët në 97-ën. Unë nuk dëshiroj që të shkoj atje, por sa më refraktar të jetë Rama, të mos kuptoj realitetin, djeton i babull në një fluck. Fasad dhe i korruptuar, pushteti absolut të korrupton absolutisht. Ai e dysh shumë mirë që doset i ka masive, ai dhe familjarët e tij. Sinaloa, Abibank, McGonigal, po hetohet Soros, Spaku dosen e ka masive për Ramën, familjarët e tij dhe për ministrat. Ishte një gaf politike mos dorëzimi i Ballukut. E kapur në të gjitha rastet, mbi 16.000 faqe. Dhe pati dhe ka reagime nga Europa. Pa ai personalisht nuk mendoj se dëshiron të hyjë në be, nuk e shikon ai humbje të madhe. Por për ne, për çdo shqiptar, kjo është humbje. Zoti Baba, faleminderit. Kënaqësi. Gjithashtu. Shkëputemi edhe një herë. Rikthehemi, Shqipëria përballet kundër Polonisë në Varshavë më 26 mars, teksa duhet të fitojë ndeshjen teke për të marrë të drejtën që të luajë në finalen play-off në 31 mars kundër fituesit të çiftit Ukrainë-Suedi. Grumbullimi zyrtar i kombëtares do të nisë sot kur do të zhvillohet edhe seanca e parë servitore në prag të sfidës me Poloninë. Pak ditë më parë, trajneri Silvinho publikoi edhe listën e lojtarëve të grumbulluar, portier Tomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Daisina Asi, mbrojtës Mario Hitaj, Stavro Pilo, Naser Ali, Berat Gjimshiti, Bujar Plana, Klisman Cake, Arlinda Jeti, Ardian Ismaili, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, në mes fushor Kristian Aslani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arber Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Hasani, Sulmue Smirto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami dhe Armando Broja.
Për ndeshjen midis Shqipërisë dhe Polonisë do të vjoj që të flasë në vim me një komunikim drejt për drejt me gazetarin Ervin Baku. Ervin, përshëndes, faleminderit që jete pa kohë. Përshëndetje, mi mbroma dhe kënaqësia është ime. Gjithashtu, një koment për listën e lojtarëve të grumbulluar. Dëgjoj, trajneri e di më mirë se unë, se ti apo se gjithë tjerët, ai mendon që këto ka lojtarët më të mirë në dispozicion. Kemi dy prurje të reja, mbrojtësi Pilo dhe Plana, dy mbrojtësa, ndërkohë që ishte folur që do të grumbullojë dhe Seferi, i cili po bën shumë mirë në kampionatin turk, ka shnuar 16 gola, 7 asiste dhe Bodrumspori i tij po avanconi sigur drejt play-offit për të ngjitur Superligën turke. Mirë, ai nuk e ka parë të domosdoshme sepse Seferi është edhe për sulm, natyrisht është një sulmues shumë i mirë, po është edhe në aspektin mbrojtës. Këtë pyetje e bëra trajnerit, ai tha që këto janë lojtarë, pra ky është grumbullimi, kështu që gjithmonë është kjo dilema që kur merret një pse s'u mor ky tjetri, ose ne kemi një trajner shumë të mirë që unë uroj që të bëjë më të mirën parë të endën dhe pastaj si thua të martën, nëse do të shkojmë të martën ose në Valencia ose në Stockholm. Ervin, dakor, trajneri mirë, patjetër e dua me mbështesim, sidomos në prag të një ndeshje të tillë, po a është në siklet në gjykimin tënd? Po, dëgjoj, ka patur, ne kemi dhe disa mungesa, kupton, sidomos kemi një mungesë shumë të rëndësishme Rejmanen, herojnë e Beogradit. Kemi një mungesë tjetër në sulm Daku. Kemi Armando Broj që nuk ka absolutisht fare minuta. Kemi, ideja është e tillë që patjetër që ai ka dhimbje kokë jo vetëm për këto mungesa, por ka dhe dhimbje kokë për si do të luaj, këtë do të donë. Por unë jap besim atij dhe jam shumë korrekt dhe okej kur them që edhe në komunikimin me gazetarët, ai është shumë, është i komunikueshëm, i disponueshëm, nuk jep përgjigje, si thuash, për kaluar radhën apo pra është një trajner që është rritur bashkë me Shqipërinë. Qartë. Hysaj edhe Laçi, Baku konferencë ditën e sotme. Arrite që të lexosh mesazhe? Dëgjoj, këto janë nga ato ndeshjet i lirë që nuk ke nevojë të motivosh askënd. E kupton, Hysaj nuk ka luajtur pothuajse fare, por ne kemi parë sa e ka ardhur me kombëtaren, është blinduar, ka dhënë gjithmonë 200%. E vërtet. Dëgjoj, ne kemi marrë vetëm një pikë në Poloni, në ndeshjet zyrtare. Në Poloni po flasëm, në atë vit të largët të 1984, ka qenë pikërisht në 31 tetor, në Mielec, ne kemi barazuar 2-2, me 2 golat të Bedrio Mujt dhe Agustin Kolës. Më pas mundëm Belgjikën këtu dhe ishim shumë afër botrorit. Edhe në 2021 ishim pa afër botrorit. Unë mendoj që kjo tjetë hera e treta e vërteta, sepse ne gjithmonë, kur përpara kemi botrorin, na del Polonia. Dhe urojmë që këtë herë, në 84, ndeshjen e kthimit në 85-ën, ndeshja Bonjek, që luajti finalen e Kupës Kampioneve, Juventus Liverpool mori charter dhe erdhi në Tiranë, luajti pa shënoj, bilës atëherë ishte charter i parë, se nuk lejoj që të vinin privat me chartera. Pra, Polonia ka qenë gjithmonë një kundërshtar i fortë. Unë mendoj që këtë herë, ndoshta ka ardhur momenti që është një ndeshje teke, ku patjetër
ne që të fitojmë, duhet jemi 200% me shpirt dhe me zemër. Kam përshtypjen që do t'jetë, unë prandaj kam dalë me këtë bluzën e fitores Beogradit, që ma ka dhuruar Julian Sheu, ne duhet bëjmë ndeshjen e Beogradit. Presioni është mbi polakët, sa më shumë kalojnë minutat, aq më mirë do t'jetë për ne, kështu që shikoj, është emocionet më dha. Po, edhe polakët nga ana tjetër nuk është se nuk kanë marrë masa. Tani, nuk e di nëse quhet një element i rëndësishëm ky. Stadiumi do t'i hapur për ultrasit, huliganët bashkë me to. Pse një vendim i tillë? Për të intimiduar kam përshtypjen futbollistët tanë apo dhe tifozët tanë, sepse është edhe unë është e pa. Mirë po dëgjoj, pse është presioni mbi ta? Nga burimet mia, Federata Polake e Futbollit është në një krizë financiare dhe duhet patjetër të shkojë në botror. Duhet shkojë në botror për të mbushur arkat e federatës, sepse nga gjithë bonusi financiar që ti merr nga FIFA, 35% duhet shkojë për sektorin e edukimit. Kështu që ato e kanë e duan fitoren me patjetër, e kupton? Kështu që presioni është mbi ta. Unë kam përshtypjen që ato do të bëjnë ç'është e mundur, por ata kanë marrë masat, e kupton, domethënë nuk ka pastaj ne kemi mundur këto që na vinë me huligan apo zbresin fush, ne kemi mundur në fush, e kupton? Kështu që le të pyesin serbët në 2014 dhe Shqipëria i mundi dhe në 2014 edhe tani në 2025 i mundi në fush, kështu që nuk e kam. Po kjo bëhet siç duket për të sjellë një atmosferë zhurmuese, shurdhuese, e kupton? Por lojtarët tanë janë profesionistë, luajnë thjesht, nuk është si unë përpara, kështu që nuk besoj se kam merak këto. Nga ana tjetër, unë mendoj që UEFA dhe FIFA duhet dhe mund ta përmirësojnë këtë në të ardhmen, këtë lloj formule të play-offit, sepse nuk ka sens që një play-off duhet bërë në fush asnjëse me tifozat të ndarë 50% me 50%, jo kaq pak shqiptar. 3500 shqiptar do të jenë. Nga burimet mia, shqiptarë kanë blerë bileta në sektorët polak, por do ta kenë vështirë nga organizatorë nëse ka grupe të mëdha. Nuk do të lejohen grupet e mëdha në tribunat e polakëve. Sepse Shqipëria ka vendin e vet, edhe është një ndeshje e madhe, domethënë është padyshim. Botrori është evenimenti më i madh dhe më i rëndësishëm në botë. Nuk ka asnjë gjë tjetër që botrori, kur ka botror, jeta ndalon dhe shijohet botrori. Bagu, lutem një analizë shkurtër për Brojën. Edhe ai i dëmtuar, a do t'i jap ato shpërthimet e veta karakteristike për të shpëtuar në ndeshjen me Polonin? Po kemi dikë që na ka ardhur tash për të na shpëtuar. Ernest Muçi që bashkë me Anis Mehmetin, patjetër unë besoj shumë te Broja, një fat shumë i keq për atë djalë, vjen shumë keq, domethënë një talent i jashtëzakonshëm që nuk i ka ecur. Por më në fund Silvinjos ju mbush mendja që mori thiri Ernest Muçin që është në një formë zjarr, thiri dhe Anis Mehmetin, që thoshte justifikimi ishte që kemi shumë zgjedhje nga Krau Majt. Si duket i ka parë tash që ato zgjedhje që ka nga Krau Majt ka edhe një tjetër që është shumë mirë që po shkëlqen në Premiership, në kategorinë e dytë angleze, në Premiership është baraz me nivelin shumë të lartë në kampionatet e tjera. Kështu që i kemi, por dëgjoj, ne gjithmonë forcën do të jetë dikush aty, e kupton? Siç ishte Manaj në Beograd, do të jetë. Kam përshtypjen që e rëndësishme është që ne të zbresim me një mentalitet fituesi, të jemi 200% në formë. 200% të jemi gjithçka. Pastaj futbolli, e kupton, ama ne presim nga lojtarët e jonë që t'japi gjithçka. Nëse jep gjithçka, pastaj rrezik
Baret, e kupton kështu që. Muçi është zjarr, po si do të performoj me kombëtaren? Duke marrë parasysh edhe të shkuarën, dhe marrëdhënien me Silvinjon. Po tash ky është një shans i mirë që i jepet atij, sepse kombëtarja është tribuna, si thua, tribuna më e madhe, vitrina më e madhe për një sportist në botë. Unë kam përshtypjen që është ngrënë aktu atij djali, që ai ka gjithë mundësitë, duhet dhe fat, se futbolli është dhe fat, që t'i tregoj Silvinjos dhe të gjithë se kush është ai. Qartë, e ke një pritshmëri për sa i përket të rezultatit? Dëgjoj, mos më pyet sepse unë kam sa u bë, kam 46 vjet që ndjek kombëtaren. 46 vjet. 46 vjet. Je krejtësisht emotiv, domethënë. Nga të cilat 35 vjet si gazetar. Kështu që unë kombëtarja është një dashuri pa kushte. Unë jam totalisht i çmendur për kombëtaren dhe shoh gjithmonë gotën plot. Jo 3 çerë plot ose gjysmë. Gabimi im që të bëra këtë pyetje, të riqem. Plot. Dgjoj. Unë uroj me shpirt që të martën të shkojmë ose në Valencia ose në Stockholm. E shpresojmë gjithë të. Bago, faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë i lirë. Gjithashtu. Do të vijmë me informacione të tjera. Nxënësit e gjimnazeve të Pogradecit po tregojnë se teknologjia mund të përdoret për të ndihmuar komunitetin dhe mjedisit. Projektet e tyre inovative të prezantuara në festivalin e përvitshëm të shkencës përfshin që nga mbrojtja e liçeneve deri tek aplikacionet për fëmijë me spektër autizëm. Në një kohë kur shkollat po shihen më së shumti si vatra konfliktesh, ka nga ata nxënës që përdorin teknologjinë për të ndërtuar projekte në funksion të komuniteteve. Kjo është parë në festivalin e përvitshëm të shkencës, ku nxënësit e gjimnazeve të Pogradecit prezantuan projekte inovative që lidhen me teknologjinë, mbrojtjen e mjedisit, konceptin e shkollave smart, por dhe me sisteme paralajmëruese për tërmet, apo aplikacione të posaçme për fëmijët me spektër autizmi. Dhe ky projekt synon të ofrojë një zgjidhje të qëndrueshme për një problematikë mjedisore dhe komunitare të zonës sonë, siç është ndotja e liçenit të Ohrit. Kemi konstatuar se lumi më i ndotur që derdhet në numrat e liçenit të Ohrit është lumi i Vërdovës, i cili bartë rreth 25 deri në 50 ton mbetje inerte në vit. Synojmë zbatueshmërinë e projektit në teren, pra në liçen. Shkolla jonë është e ndërtuar nga disa ambiente të cilat përmbajnë sensor që monitorojnë intensitetin e dritës, temperaturën dhe sigurinë. Është e nevojshme për mendimin ton, sepse për shembull sistemi automatik i ndriçimit shërben në kursimin e energjisë. Ky ujë stimuluar i mbledhur të mblidhet dhe të filtrohet në mënyrë që të reduktohet sadopak përqendrimi i ioneve të ndryshme të metaleve në të dhe gjithashtu të përdoret në mënyra të ndryshme, si për shembull për larje, për pastrim, për rritjen e bimëve. Duam që të vimë në ndihmë, duke bërë dhe shumë takime, jemi në bashkëpunim me Qendrën e Autizmit të Pogradecit, duke bërë dhe shumë takime me prindërit, të cilët kanë fëmijë të prekur nga ky spektër. Kemi marrë ide dhe kemi munduar që të vimë në ndihmë në ato çfarë kanë ata nevojë. Sot kur shoqëria përballet me lajme as pak pozitive mbi mënyrën se si adoleshentë triten apo trajtojnë njëri tjetrin, një konkurs i tillë ide shkencore tregon se nëse të rinjt mbështeten, ato mund të sjellin ndryshime jetike. Një prej figurave të njohura të gazetarisë europiane, Peter van der Merch, është pezulluar nga detyra pasi në artikujt e tij u zbuluan citime të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, paraqitura si deklarata autentike. Një prej figurave të njohura të gazetarisë europiane, Peter van der Merch, është pezulluar nga detyra pasi në artikujt e tij u zbuluan citime të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, të paraqitura si deklarata autentike. Sipas një hetimi të NRC, ai kishte përfshirë 10 citime të fabrikuara në 15 nga 53 artikuj të publikuar në platformat e Mediahuis. Disa prej këtyre citimeve nuk ekzistojnë në burimet e pretenduara, ndërsa një pjesë e personave të përmendur kanë mohuar të kenë thënë ndonjëherë ato fjalë. Vet van der Merch ka pranuar se kishte përdorur mjete si ChatGPT, Google Notebook për të mbledhur materiale të gjata, duke mbështetur në saktësinë e tyre. Por në vend të informacionit të verifikuar, këto sisteme kishin krijuar citime të rreme, duke shtrembëruar realitetin. Kjo nuk ishte thjesht pakujdesi, ishte gabim. Është shprehur ai duke theksuar se rreziku i këtyre teknologjive qëndron pikërisht në bindshmërinë e tyre.
Pas këtij rasti, gazetari pranon se do të vazhdojë të përdorë mjetet e inteligjencës artificiale vetëm për ndihmë në përkthim, ide dhe tituj, por tashmë me një qasje shumë kritike dhe të kujdesshme. 1 në 5 raste me tuberkuloz në Europë nuk diagnostikohet, duke e bërë këtë sëmundje një kërcënim serios të shëndetit publik. Raporti i fundit i OBSH-s ka dhënë alarmin se veç mungesës së diagnostikimit, problem mbetet edhe rezistenca ndaj antibiotikëve. Mire persona me tuberkulozë në Europë mbeten të padiagnostikuar, ndërsa rastet rezistente ndaj ilaçeve vijojnë të jenë shumë më të larta se mesatarja globale. Ky është përfundimi i raportit të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Europiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Të dhënat zyrtare flasin për mbi 161.000 raste të raportuara në Europë në vitin 2024, ndërsa vlerësohet se në total 204.000 persona janë prekur nga tuberkulozi. Shqetësues mbetet fakti se 1 në 5 raste nuk diagnostikohen ose nuk raportohen, duke rritur rrezikun e përhapjes së sëmundjes. Raporti thekson gjithashtu se 23% e rasteve të reja janë rezistente ndaj barnave, një nivel rreth 7 herë më i lartë se mesatarja globale. Edhe tek pacientët e trajtuar më parë, më shumë se gjysma rezultojnë rezistent ndaj trajtimit. Në Bashkimin Evropian u regjistruan mbi 38.000 raste, ndërsa problem mbetet edhe ndjekja e pacientëve, pasi 1 në 5 nuk monitorohen pas një viti trajtimi. Megjithatë që nga viti 2015 rastet kanë rënë me 39% dhe vdekjet me 49%. Progresi nuk është i mjaftueshëm sipas ekspertëve për të arritur objektivat ndërkombëtare. Ata paralajmërojnë se tuberkulozi rezistent ndaj medikamenteve është një emergjencë në rritje dhe kërkon masa urgjente, përfshirë diagnostikim më të hershëm, trajtim më efektiv dhe mbështetje më të fortë për pacientët. Qyteti historik i Gjirokastrës po njeh rritje të ndjeshme të interesit turistik fal pasurive muzeore që ofron për vizitorët. Fluksi i turistëve vendas dhe të huaj është shtuar ndjeshëm gjatë muajve të fundit, duke i kthyer muzet në pika kyçe të turizmit kulturor. Muzet që funksionojnë në qytetin e Gjirokastrës janë kthyer në pika të rëndësishme për tërheqjen e turistëve vendas dhe të huaj. Përgjatësinë së dimrit, Muzeu i Arteve, Muzeu Etnografik, Muzeu Kadare dhe Muzeu i Luftës së Ftohtë mirëpritën rreth 3.000 vizitorë vendas dhe të huaj. Vlerat e traditës dhe folklorit të ekspozuara në mjediset e Muzeut Etnografik në këtë fillim pranvere po tërheqin interesin e turistëve. Sezonin që kanë pas, themi sezonin e dimrit, ka pasur goxha lëvizje nga turistët. Nëse shumti kanë qenë turistët shqiptarë që kanë pasur preferencë të mëdha për këto muze. Dhe siç dihet, këto gjitha muzet, po them në Gjirokastër, jo vetëm Muzeu Etnografik, janë një pjesë e rëndësishme e turizmit këtu. Tani që po fillon sezoni verës, është parë një interes më i madh qoftë nga turistët, kuptohet, nga turistët e huaj. Ka pasur mëse shumti grupet që po fillojnë të vinë. Përgjatë vizitës në Muzeun Etnografik, turistët njihen dhe marrin informacione interesante për vlerat e banesave gjirokastrite, veshjet tradicionale, këngët popullore e të tjerë. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe jam e interesuar për kulturën popullore. Gjatë vizitës në këtë muze kam zbuluar vlera dhe dëshmi interesante për folklorin dhe traditat. Mirëfunksionimi i muzeve ka një traditë veçantë në Gjirokastër dhe zhvillimi i turizmit, po i kthen ato në qendra të rëndësishme për tërheqjen e vizitorëve. Pronarët që përdorin platformën Booking kanë argëtuar të ardhura në vlerën e 80 milion eurove gjatë periudhës janar-shtator 2025. Në këtë platformë janë regjistruar mbi 17.000 apartamente. Hotelet dhe qytetarët shqiptarë që përdorin platformën Booking për rezervime të dhomave apo për qirafa të shkurtër kanë argëtuar të ardhura me vlerën e 80 milion eurove gjatë periudhës janar-shtator 2025. Shifrën e bën të ditur administrata tatimore, e cila referon edhe të dhënat mbi rezervime dhe shitjet e realizuara përmes platformës Booking, ku rezulton se janë 17.225 biznese dhe individ të regjistruar që kanë realizuar të ardhura nga dhënia me qira ditore e objekteve të tyre. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, vetëm komisionet që janë paguar platformës nga qytetarët dhe bizneset janë rreth 12.8 milion euro. Për këtë arsye, tatimet u bëjnë thirrje individëve të deklarojnë ato në deklaratën vjetore të ardhurave personale, ndërsa bizneset duhet të verifikojnë nëse deklarimet e tyre janë në përputhje me të dhënat e Booking për të mos u bërë subjekti i rivlerësimeve tatimore. Mos deklarimi të ardhura përbën shkelje të legjislacionit tatimor dhe sjell penalitet sipas parashikimeve ligjore. Afati për plotësimin e DIVA 2025 është 31 marsi 2026.
Ndërkohë, të njëjtën detyrime kanë edhe subjektet që krijojnë të ardhurat përmes platformës së rezervimeve Airbnb. Qeveria greke ka marrë masa të reja mbështetëse ekonomike nga efektet e luftës në linjën e mesme. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis tha se do të subvencionohen 300 milion euro, të cilat do të shpërndahen gjatë 2 muajve në vazhdim. Në kushtet e rritjes së ndjeshme të çmimeve të karburanteve, qeveria greke ka shpallur një paketë masash lehtësuese me vlerë 300 milion euro, e cila synon të mbështesë qytetarët dhe ekonominë e vendit përballë pasojave të krizës energjetike të shkaktuara nga tensionet e lindjes së mesme. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis në një mesazh televiziv deklaroi se Greqia është në balë të përpjekjeve për një përgjigje të unifikuar europiane, por deri atëherë do të veprojë në mënyrë të njëanshme në nivel kombëtar. Ndër veprimet kryesore të shpallur janë subvencionimi i naftës për automjete, 16 cent për litër në rrjetin e shpërndarjes, që për konsumatorin përkthehet në ulje për 20 cent litër me TVSH. Karta digjitale e karburantit, përdorim në stacionet e furnizimit, transportin publik dhe taksit, mbështetje mesatare 36 cent për litër, për konsum mesatar mujor prej 70 litrash, përfitimi është 50 euro çdo 2 muaj në kontinent dhe 60 euro në ishull. Subvencionim për fermerët, 15% e kostës së plehave kimik për të lehtësuar barrën e tyre financiare, si dhe kompensim për kompanitë e tragjeteve me kushte të ofrojnë zbritje për biletat e udhëtimit, në mënyrë që çmimet të mbeten në nivelin e vitit të kaluar. Ai theksoi se masat e reja do të zbatohen për gjatë muajve prill dhe maj, duke përfshirë pothuajse të gjithë popullsin. Mitsotakis nënvizoi se mbështetja është e nevojshme për familjet dhe bizneset, pasi çmimet e karburanteve ndikojnë drejt për drejt në kostot e prodhimit, rritjen e çmimeve të produkteve dhe jetën e përditshme të qytetarëve. Ai shtoi se fondet për këtë paketë do të sigurohen nga buxheti i shtetit dhe nga taksimi i fitimeve të operatorëve të lojrave online. Një incident me viktima është regjistruar në aeroportin e New Yorkut, ku një avion pasagjerësh është përplasur me një makinë zjarrfikse. Episodi ka detyruar autoritetet që të pezullojnë përkohësisht fluturimet. 2 persona kanë vdekur si pasojë e përplasjes së një avioni të Air Canada me një kamion zjarrfiksish në pistën e aeroportit LaGuardia të New Yorkut. Viktima të aksidentit mbetën piloti dhe bashkëpunëtori i tij, ndërkohë që 2 persona të tjerë morën lëndime të rënda. Fluturimet në aeroport u pezulluan përkohësisht për shkak të episodit të rënd, për zbardhjen e të cilit autoritetet nisën një hetim. Administrata Federale e Aviacionit shpërndau një urdhër për të mbajtur në tokë avionët dhe paralajmëroi se afati kohor i masës mund të zgjatej. Për vënien në kontroll të situatës së krijuar, pas përplasjes u angazhuan zjarrfikësit e qytetit të New Yorkut, të cilët zbarkuan në pistën numër 4 të aeroportit. Autoritetet për menaxhimin e emergjencave lajmëruan udhëtarët që të prisnin anulime të fluturimeve, por edhe bllokim të rrugëve dhe vonesa në trafik në afërsi të nyjes kryesore të transporteve të distriktit Queens. Makina zjarrfiksëve po ecste në pistë për t'u përgjigjur një tjetër incidenti të ndodhur në bordin e një avioni të United Airlines, piloti të cilit kishte raportuar një problem që dyshohet të ketë qenë rrjedhje karburanti. Avioni që u përplas me mjetin kishte 72 pasagjerë në bord dhe ishte nisur nga Montreali, Kanadas. Në momentin që i parapriu përplasjes, një kontrollor i trafikut ajror lajmëroi përmes radios zjarrfiksit që të vijonin rrugën dhe më pas t'i lajmëronte për t'u ndalur, por përpjekja e dytë ishte e vonuar. Gjermania dhe aleatët kërkojnë rihapjen e ngushticës së Hormuzit. 20 aleatë saj kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për t'u angazhuar në përpjekjet përshtatshme për të ndihmuar për sigurimin e transportit detar përmes ngushticës. Gjermania dhe më shumë se 20 aleatë të saj kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për t'u angazhuar në përpjekje të përshtatshme për të ndihmuar për sigurimin e transportit detar nëpërmjet ngushticës së Hormuzit. Vende si Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreni, Britania e Madhe, Franca, Japonia, Korea e Jugut dhe Australia i dënuan gjithashtu sulmet e Iranit ndaj anijeve tregtare, si dhe ndaj impianteve të naftës dhe gazit në rajon. Pasojat e veprimeve të Iranit do të ndihen nga njerëzit në të gjithë pjesët e botës, veçanërisht nga ata më të dobtit, thuhet në deklaratën e përbashkët të këtyre vendeve. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka bërë thirrje vendeve partnere që të ndihmojnë për rihapjen e kësaj rruge detare dhe i ka kritikuar vendet që nuk kanë vepruar në mënyrë të mjaftueshme. Ndërsa ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi i tha agjencisë japoneze të lajmeve se Irani është i gatshëm t'i lejojë anijet që kanë të bëjnë me Japoninë që të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit, një rrugë nga e cila transportohen rreth 90% e importeve japoneze të naftës. Irani gjithashtu ka lejuar dhe anijet që kanë si destinacion apo përkasin vendeve të tilla si Kina, India dhe Pakistani që të kalojnë në mënyrë të sigurt përmes këtij korridori strategjik detar.
Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni tashmë edhe në radion, frekuencën 105.7. Në orën 19 jeni me Mirela Milorin, bashkë përshëndetemi këtu.